Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Javë të mbar, edhe fund muaj të mbar. Wow. Sa është data? Wow, sa është data sot në 30? Ua, nesër një. Po. Njëcë nesë. Mbyllim sot qershorin, wow. Ja erdhi korriku, ja iku. Iku. Mbaroj. Se si kalon koha, a? Si kalon koha dhe ne një hap më pranë pushimeve. Më të lumtur se dikujt po e hyn korriku. Si? Dikujt po e hyn korriku. Po, jemi në sezonin e gaforeve dhe tashmë prej ditë. Sezoni e gaforeve dhe java jote kjo. Po, më i përfolur i vitit. Java jote kjo tani. Po, pse s'bëm një kështu neve, një organizim që të marrim ose të pyesim nëse kryeministri do të bëjë ndonjë lloj feste për shembull, ose ku do të jetë ai. Që të jem dhe unë pranë ti. Që të jetë ai pranë teje. Po, patjetër. Duhet më pyes ai mua çfarë organizimi do bëj unë në këtë rast. Mirë, ti e bën këtë lloj lëshimi që mund të koordinohesh me atë dhe të anullosh ato gjërat e tua. Po çfarë do bësh ti këtë vit me qira fjala se the çfarë organizimi do bëj unë? Unë do festoj me Ramën. Në ditën e Amerikës. Po, në ditën e Amerikës. Kemi 3 festa në një ditë. Me Ramën do festosh me gjithë shoqërinë apo pa shoqërinë? Që shoqërinë. Po mirë, po me shoqërinë tate, me njerëzit që ti kalon për ditëshmërinë tënde. Po, sa shfestove ti? Ja, pra atë do të theja. Na ke ftuar, nuk të ftojnë. Mirë, prisja që da thoi këtë përgjigje. Po, prandaj jam të ditë. Ja, me lash. Prandaj jam, po, fiks të lajt në derit të këtë, mbra. Më falë pak, ti pse harrojnë që njerëzit në hardcore për një vit e kanë ditëlindje një herë? Po, e vërtet. Do të ta kujtojnë një moment. E vërtet, e vërtet. Ja, autoroqa. Ka njerëz që punojnë me shpëgabime për shumë. Jo, se kur na ka ftuar i kemi vajtur. Kupton? Ne, e tha vet. Shëndron. Një big up e tha vet. Për 2 vitesh do më thënë. Për 2 vitesh, ky djalë nuk feston ditëlindje. Ose feston ditëlindje, po nuk është... Nuk vi njerëzit. Po, nuk vi njerëzit. Do më thënë një pjesë. Një pjesë, gjithmonë korrigjim. Si ke kështu të një pjesë, të ngrihen dhe ta gishtet? Po se di pse, edhe një ditë, kur thash të në emision, një thash e bëra kështu. Nuk e di pse më do të kjo. Rock and roll never dies. Jam dhe rocker, nuk e di. Okej, si e kaluat të fundjavë të dashurat e mia, mikeshat e mia? Shumë nxehtë, po. Ishte e pamundur që të qëndroj në shtëpi, duhet patjetër të shkojmë piscina në plazh, prap vdisje nga vapa. Në atë pikun patjetër duhet qëndroje brenda me kondicioner. Shumë vap të merr dhe mbrëm, për shembull kam dje ka qenë si avull, sikur plishonte toka avull. Dje mbas dite, frynte një, vajti futi dhe një nga këto errat, një flat kështu nga këto të nxehtë, sikur të vinte avull saharaje. Ka qenë me vërtet shumë, po shumë vap. Unë gjatë ditës së djeshme jam gujuar në shtëpi. Nuk e ndjesh gjë. Me të gjithë kondicionerët e mundshëm dhe çdo gjë që mund freskon të ndezur. Dhe kam dënjur deri rreth orës 8 të darkës vetëm në shtëpi, pa dal fare dhe pastaj thjesht dola thash shih pak botën me sy dile dhe me ajër. Imagjino për shembull në shtëpi me kondicioner, sa del nga shtëpia shkon tek lokali me kondicioner, futesh makinë kondicioner, shkon që në tregtar me kondicioner, vjen prapë në shtëpi dhe thua ti unë të dal më për jashtë kështu, ajo distanca sa më shku nga qendrat e makinës, domos kur futesh në parkim në toksor, aty vdes. Edhe derisa makina merr dokon e vet për të ndezur kondicionerin, ai është një sidomos kush i ka se diljet lëkure. Mos e pyet. Domethënë ne kemi filluar ulemi kështu. Por ka pasur një dyndje të jashtëzakonshme plazhi. Po. Më thënë, nuk kishte njeri që unë të njihja edhe të paktën të dali në story ose kështu që mos të ishte në plazh. Një dyndje e papar, Tirana ishte bosh, mungonin vetëm ato që janë në shkretëtirë, si topat të mëdhenj kështu që ecin edhe rrotullohen, vetëm ajo mungonte, se Tirana ishte bosh. Dile në dritare dhe ishte totalisht rruga, nuk ishte ashtë makinë. Më thanë gjithë, po janë gjithë në plazh. A janë gjithë plazh, po në shpun kam shkoj në plazh, do të tretë ku s'ka njerëz edhe zgjodha Tiranë, që ishte vërtet bosh, parkim kishte, s'voja farë për parkim. E mirë është dalje makinën që dje për shembull. Në drejt, që kur t'vinin ata në darkë, mos ta zinin vëndim. Shumë ti kishe vënd në maketë. Ju vuani për parkim rafti pikë. Ne nuk jetojmë në freskë, Romina, se bie që të vim të parkojmë freskë dhe të vim shtëpi te rruga Bardhyl. Ne kemi siguruar parkimin. Me thënë drejtën na e kanë rritur atë çmimin e parkimit. Me qirallafi. Në freskë. Po sepse vetëm juve ju ka ngilur parkimi pra.
Gjithë zonat e tjera janë Po kështu e din që vertikalisht. ne jemi detyruar ta paguajmë edhe ta çojnë sa duan ti prap aty do lësh, ku do lësh. Po në vendet e tjera Romina. Farë pike. Po çfarë do Edhe ta bësh? shojnë sa Po shko, duan deri në farë vendet e pike. tjera ka edhe një gjë që thon vetëm të ketë parkim, le të jetë me lek, po vetëm të ketë. Po. Kemi S'ka variante këtë falja, kohë. tani Jo. nuk kam më. Po. Ti nga unë s'kas me lek. pra atë po them, atë po Kërko sa them. duash, kërko sa duash. Atë po them, je këtu apo si Na këtu? gjeti, këtu jam o bora, po me Pse thënë nuk e drejtën, thith a ky di ku do direkt doja tisha? informacionin, për shembull? A di ku do doja tisha? Ku? E diskutuam pak në mëngjes. Santorini. Jo, Santorini. Lutem tani se kam zënë në vende që s'kam marrë me Linos sot. Mirë. Pa e Santorini. Mund t'i kem gjithë bashkë. Gjem tek desina atë. Mykonos. Me Mykonos. Do isha në Mykonos me gotë koktelin e dorë. Me Një kafe Segafredo të vishtë Po, hajtë se po pinë Segafredo tani, ja po e bëj për vetet parën sot, më ndjeni se në të vërtet... Romina ginseng? E ndjejmë, jo, E kam të domosdoshme ta bëj vetë sot. Po, kuptohet që gjithmonë ginseng. Ky ishte një moment... Segafredo klasike. Ishte një moment që po e ndjeja shumë atë dhimbjen e plazhit. Shiko, shumë e dhimbshme që të vish nga fundjava dhe të mungoj plazhi. Po se kam parë fare plazh. Po pse more? Ja kam me dorë kështu gjatë gjithë kohës. Ti nga të njëjtë që shkon në Bregdet, po nuk shkon për plazh. Unë jam nga njerëzit që kam çelur sezonin me 3 maj. Sa shku ke çelur? Me 3 maj, që sa u ngroh koha i kanë plazh, edhe që atëherë patëm një konflikt me detin. Tham, s'flas më me gojë. Tha deti shkolau, djali. Shkolau, tha, kur të futesh të unë herë tjetër. Ja po i bëj Rominës tani gjinsengun e vetë. Me mirë. Kjo ishte. Me paj zotin që në këma për të qëmë pikë. Kështu ram dakord me detin. E po mirë, edhe do më thënë ti the, sa të la e mund shkojt e detin, mi s'po shkojt e fare. Unë edhe thash, po i ndroj atë perceptimin që ka për mua, e fillova, det, o det, i kaltri det, i këngën ti me ma digjo, paf, merdi dalga, sa fillova, një son barbër, më zuri dalga poshtë, edhe nuk më pranoj më detin. Pi një gleng Segafredo të ish mik thjellët me atë që po thua. Unë s'kam kafe në dorë. Po merë kafen që e bërë, more. Se ka bërë? Mirë, videot virale, prit, e kam bërë. Videot virale. E ka bërë, e ka lënë aty. Eci. Sa mirë që e kemi sot. Sa bukur. Ku po shkon të the? Po. Ku po shkon të drejt titujve më? Ku po shkon kjo botë, po nuk e di asë njeri. Ku po shkon ti, ecim. Ku po shkon në mërti. Oj, qyqja. 5 këshilla për të harruar ishin dhe për të shijuar verën pa pendesa. Shko me shoqet. Fix. E thot fotoja. Po pra. E para. Po, më e mira do ishte shko me nextin. E para, po kjo është, për shembull, kjo është shumë e çuditshme, kjo këshilla e para. Në një staj çuditshme. Merr kohën tënde për të vuajtur. Bravo. Po, fare si është reflektimi, po. Atëre, këtu thuhet. E kemi folur, do dhe njërë të tash. Jo, i kam marrë vesh unë gjitha, mos kimera. Këtu thuhet që duhet të pranosh dhimbjen dhe vetëm qaj, thot. Lejohe vetin të qash. Po, të lirohesh, pra. Të lirohesh. Varet si e ke. Kjo. Jo që varet si e ke, është pa diskutim. Ke me qarë, ke me qeshur, ke me dalë. Krijo kohë dhe hapësirë për shërim. Pra gjej hapësirë për shërim. Edhe që ko filma relaksues, shko në spa, thot, mundohu që t'je gjatë gjithë kohës duke dalë, duke shijuar jetën tënde. T'i lyhesh, në shosh modelin, blesh roba. Po, kjo po. Fundja. E treta, kalo kohë me misht, thot. Njerëzit që qëndrojnë pranë në këto momente janë shumë të rëndësishëm, prandaj ndërkohë misht nuk do afar kalon kohë me aty në ato. Ndërkohë misht i ke gjithë shifte. Dhe ti je kështu. Po. Edhe nostalgjia, kod. Po, mundohu që të ikësh thot me misht. Të largohesh. Largo mondi. Largo mondi ti nga vesi. Rigjej veten. Atëherë thot, gjithçka që ti ke dashur mbase të bësh gjatë kohës që ishe i lidhur dhe që për arsye të ndryshme mund të mos sa kesh bërë,
tani është momenti që ti të rigjesh veten tënde dhe të kapësh të gjitha idet ose gjërat që ke lënë pezull ose ato mangësit që mund të kesh pasur gjatë momentit që ke qenë në lidhje. Nuk më pëlqen fare kur thuhet kjo rigjej veten pas ndarjes. Ti vetja ishe aty. Po varet kush ka qenë personi pra. Të ka lënë ti zvetja apo jo? Vërtet mendoni që ka njerëz që s'lën ti zvetja? Po patjetër, ku ke parë? Qa ishte kjo? A është e vërtet? Po patjetër që është e vërtet. Sa raste kemi parë me miliona, me miliarda. I ke parë ti? Jo, për të parë mund të kemi parë, po duhet jetë po. Me miliona, me miliarda kemi parë raste. Po ndoshta ky është gabimi që në fillim, duke mos e lënë tjetrin të jetë vetvetja, prandaj ka çetuar rrugës. Kjo është tjetër bisedë. Po, se kjo është tjetër bisedë, por po flasim që ka pafund njerëz që nuk janë vetvetja, bëjnë kompromise vetëm për të qenë në çift. Po, jo, nuk ka qenë rasti im, mos u shqetëso. Shqetëso? Jo, nuk ka qenë rasti im. Jam rregull. Te kjo pjesë kam qenë rregull. Ke qenë vetvetja. Pastaj diskutojmë për tjera. Mos gjyko veten. Po, mos thuaj është faji. Mos e fajso veten, mos ndëshko veten. Ndarjet ndodhin, thotë, edhe kur dy njerëz kujdesen për njëri tjetrin. Ti je duke u mësuar, thotë, duke u rritur e duke ecur përpara, shijo verën. Duke u rritur e duke u pjekur. Po. U rritë u poqe, por gjithmonë duhet të kesh parasysh që të shijosh verën. Po. Vera i shëron gjitha plagët, thonë zakonisht. Vërtet? Me një gotë verë apo? Me një gotë verë në verë buzdetit me turist veror. Turisti veror në rast mund t'jetë edhe emigranti. Shëndësika turist quen. Shëndësika. Mundësisht me mira do ishte në këtë Shqipëri tashme që është bërë multikulturore, multietnike, ke pa fund komësi të ndryshme, sidomos gjatësinë e verës, mundësi do e mira do ishte t'ishte dikush që është i huaj dhe se she më. është verë... Me aventura. është një verë e thjeshtë. Nga një gotë verë në darkë, pije për qefë edhe mirë pafshë. Nese mund të bësh atë njeriu që të mos zhduket kur, për shumë mund të qëndroj aty. Po nuk i intereson njeri kjo pjesa, më i bora. Jo të them varet se ndodhe papritura. Po ndodhi. Po. Ti do të vjesh parashikime, për shumë, mendoj që ti do ikje. Dhe i thot, unë kam vendosur të jetoj për më gjithmonë Shqipëri, jam i dashuruar me Shqipëri. Të nesë me nikën ti. Ecim, titull i radhës. Ecim. Brenda dasmës super luksoze të Jeff Bezos, lista e të ftuarve dhe shpenzimet marramëndse. Dita e parë, dita e dy, dita e tre, shoqërimet. Më në fund baroj. Më në fund baroj, u martuan, vëmendje botrore. I shpenzuan dhe ato 400 miliardët e eurove që kishin për të shpenzuar, edhe shpëtuam dhe ne. Të paktën, sot është hera fundit. Kisha më shumë pritshmëri për organizimin, për veshjen e të ftuarve, vipave që do të vinin, por në fakt u cilësua si festa e pijamave. Pati shumë... Sepse të gjithë... Jo, po të gjithë kishë... Për shumë, Kim Kardashian kishë shkuar me një copë fustani dhe me zhartjerë, me geta, me... Kemi Kim Kardashian, do t'jetë një video që bëj gati për të shkuar? Se ka qenë dhe after party, po. Kjo është për para se të fillon të dasmë. Po pra, kjo është për para. Po, se këshin shku një 3 ditë para. Por kemi një video që duhet jetë e Kim Kardashian, që e kemi kaluar për sot. Kishte dhe veshje elegante, okej. Kris Jenner, në fakt, është sërsuar si e veshura më bukur, më me klas, sepse kishte veshur një fustan të zi, me mëngë të barda, të gjata, kishte shumë lezetshëm, dërsa të tjera dhe këshin të pruar pak. Tani, ja. Kim dhe Kloe. Në ngecit e Kimi. Po, por është... Mirë, këtu duken mirë. Po, është ceremonia kryesore, se ka pasur një after party më mbrapa, ku ka qenë fest pijama. Gjëja me bukur ka qenë kur ishin në Anije, ato videot e Anijeve kanë qenë shumë të bukura, vërtet. Videot e Anijeve taksi që janë ato të famshmet e Venecias, kanë qenë shumë të bukura për të gjithë, edhe për çiftin, edhe për të ftuarit. Foto, video që kanë dalë atje, domethënë është shumë gjë e veçantë të ikësh drejt dasmës me një Anije, me një taksi Anije. Është shumë e lezetshme. E vërtetë. Si ide dhe si gjetje, si foto, shumë e bukur, realisht. Ja dhe Victoria Cereti që ja ka futur këmbët në një
këpucë Leonardo DiCaprio. Kokën në i kapele fix. Ja se të nga dali dhe leua. Shumë klas, Victoria. Shumë klas, tani e kuptojmë sepse na është të rënditur djali. Dakor, bra pas të pëlqeka. Një është modele. Goxha edhe do po ka dashur të nxjerrë atë pjesën pas. Ja dhe Leo, po pse o biri? Leo kostum serioz me një kapele? Po 5 milion. Paktën ka hequr atë papionin kollaren, e ka bërë çik më sport, apo e ka papion? E ka papion, po. Leo, çfarë zhgënjimi. Po pra, po, është totalisht zhgënjim. Jo Leua. Leua jon. Ja, dhe këtu është Nusja, me vellën e bardhë, dhe marrë shkas nga një film me i Sofia Loren. Këto janë shumë të bukura këto fotot, në fakt, edhe mua më pëlqen që ata nuk ishin bërë një dekor të rënduar në atë dasëm. Ata kishin bërë diçka minimaliste, diçka e bukur, diçka që binte në sy, kishin shfrytzuar gjelbërimin, nuk është se kishin bërë... Nuk kishin ndërhyrë. Po, nuk kishin bërë ndërhyrë shumë të mëdha në bukurinë që natyra ofron. Për te kësaj, mund kishin vënë dhe një makinë me ndriçim, se ne vëmë një makinë të tërë me ndriçim këtu. Çdo gjë ka qenë e natyrshme, pra çdo gjë drejt natyrales, çdo gjë drejt luleve, çdo gjë drejt gjelbërimit. Kjo për mua ishte gjëja që më bëri më shumë përshtypje tek pra, dhe siç edhe e folëm faktë javën e kaluar, ditën kur ishte ditën e premte, që unë rastësisht u futa tek profili Nusës Saman, zoti ma që shikoj duke u veshur, duke u veshur, jo duke u zhveshur, duke u veshur, që kishte fshirë gjithçka. Tani ja sapo morin mbi emrin Bezos, ajo fshiu gjithçka nga profili vet. Fshiu të kaluarën, fshiu fotot e saj, videot e saj, punën e saj, le të themi në një farë mënyrë, dhe të vetme postime në rrjetet e saj sociale janë 2 fotot nga dasma. Një video e shkurtër edhe fotot sigurisht nga dasma dhe fustani i saj, nusëris. Unë konsiderua si një nuse e thjeshtë, me një fustan që ka histori pa diskutim, sepse i marrë dhe nga filmi ku Sofia Loren ka pasur rolin kryesor. Dhe më pas, për të ditën e dieshme, kam parë një nga këto video që kishin bërë gjithë studimin e imazhit të nusës dhe thanë që po të ishte ajo me tiparet që të kishte qenë më përpara, pa ndërhyrë kaq shumë, do ishte më bukur, do kishte më rezatim të mirë, gjitha këto me radhë. Po sigurisht gjende detaje gjithmonë. Do të edhe në Shqipëri që ti fillon komenton nusën për flokët, për grimin, për veshjen, jo më në dasmën e... Se ishte cilësuar si dasma e shekullit, jo e vitit. Dasma e shekullit. Po pritë se së shmbyll shekullit, se na presin të tjerë. Po ku i di? A do një arsye ja martohet më shkoj? Pse nuk ishte? Ja. Nuk ishte e çuditshme. Dhe në ka gjëra më të rëndësishme për zgjidhur ndoshta. Dakor. Por ta mendosh ajo vëmendje që pati javën e kaluar në përbot, fundjavën prapë mori vëmendje dasma. Dhe le të themi që ishte përfshirje e gjithë mediave botërore dhe ishte diskutim në gjitha mediat prestigjioze në gjithë botën. Dhe në fakt u vure pse Trump nuk ishte dhe ai tha që unë do të dal me një arsyetim pse e kam refuzuar të shkoj. Më shumë se refuzim kam vështirësi që ishte mungesë. Këtu flitet që të paktën dasma ka shkuar rreth 10 milion euro. 10 milion euro. Dasma, po, shpenzimet e dasmës edhe janë ulur rreth 40 avion privat në Venecia, gjatë fundjavës për dasmën, dhe pritet pra që gjithë kjo dasëm dhe vëmendja e madhe botërore që i është bërë Venecias për të dasëm, pritet që të ketë sjellë rreth 957 milion euro të ardhura për vazhdimsinë për Venecian. Pra gjithë ky marketing i madh që është bërë për Venecian edhe personazhet e mëdha që kanë qenë vëmendje mediatike botërore. Nuk kishte nevojë Venecia për kaq promovim, se ka emrin gjatë. Ka, por janë të gjitha përkthime në të ardhura për sa i përket në sensin bizneseve, shpenzime që janë bërë të paktën 50 nga ata shoferët e taksive janë paguar me çmime shumë të mëdha për të shoqëruar të gjithë personazhet. Për te këtyre do mendosh faktin që globalisht ka qenë gjëja më e përfolur së paku 10 ditën e fundit. Për të mos marrë një muaj që kur është ndarë si dasëm, por 10 ditën e fundit ka qenë globalisht gjëja më e përfolur fakti i dasmës së Jeff Bezos, dhe normalisht që një personalitet i atill dhe shumë të tjerë që kanë qenë pjesë e dasmës
japin vëmendje Venecias si biznes në këtë rast. Si marketingi një vendi, jo thjesht për bukuritë që të gjithë dinë që Venecia e ka. Ja ta shohim nëse ka hedhur Rusja ndonjë kështu. Kush do bidasën më të bukur, mund të iki dikush tjetër. Lauren Sanchez Bezos, jo, thash vetëm 2 ka, vetëm 2 postime. Po si u përfol që ka fshirë të gjitha postet e tjera. Po. Prandaj thash që ka fshirë gjithçka. Me të njësë një kapitull i ri në jetën e saj. Pra ajo ka fshirë edhe videot që ishin të profilit të saj të punës, videot që ishin me familjen e saj, videot edhe fotot e saj nga më përpara, intervistat gjithashtu, pra gjithçka. Sa duket ka dashur që të marrin vëmendjen këto fotot? Po, me sa duket dhe përveç se ka 1.1 milion followers. Sa kanë shku like-et e fotove? 424.000 likes, pra njëra, dhe 243.000. Prisja më shumë. Edhe unë prisja më shumë. Por e thotë që pa tjetër tek njëra nga fotot kanë nxjerrë që fustani është Dolce Gabbana këtë ande, dhe pastaj momenti tjetër është shënimi i datës, nuk ka bërë asnjë lloj gjëje tjetër, ka bërë vetëm një datë. Pra, që specifikon ditën e celebrimit dhe martesës së tyre. Jetë lumtur, jetë lumtur. Ecim. Të lashe për Elon Musk, krau i tij djathtë largohet nga Tesla. Po, bëhet fjalë për Omad Afshar, një nga bashkëpunëtorët dhe njerëzit kryesorë të besuar të Elon Musk, është larguar nga posti një vit pasi u ngrit në detyrë si drejtues i shitjeve dhe operacioneve në Amerikën e Veriut dhe Europë. Arsyet janë të paqarta, por mendohet tashmë që është një dorëheqje e cila do t'i rëndoj Elon Musk, edhe një dorëheqje e cila do t'i prish punë, pasi ishte personi më i besuar që ai kishte brenda Teslës. Sa më duket mua sikur ka dorë Trumpi. Dorë Trumpi. E ka thirrë Trumpi nga ana e vet, do të marrë në kabinetin tim. Po. Më duhesh mua këtu. Kot për t'i prishur punë. Kot marrësh, po. Çfarë punë do bëj? Po ç'punë ke ti do marrësh lekë? Do marrësh lekë falas. Po. Do for free. Pas do bësh punë. Pa punë. Pa punë. I paguar, i papaguar. Ose ka tentuar të blejë një uritë e tij dhe t'i hapi një kompani rivale. Si ata të refuzuarit, për shembull. Sado që hapet rivale, siç hapen në gjithë botën, edhe janë hapur pafund kompani rivale për Elon Musk, po prapa ai është i pari që ka bërë. Patjetër, po kur i merr kraun në djathtë, do të thotë që ai ka shumë gjëra në dorë, di shumë gjëra. Mund të jetë edhe koka e gjithë gjërave dhe ideve. Sigurisht. Ideve, po, mekanike mbi. Dhe për shembull për një periudhë kohe mund të rezistojë, derisa idetë të kenë shtruar të mos jenë më të njëjta, po kam përshtypjen që kompani të tilla patjetër kanë një kontratë para se të lënë kur firmosin ai mund të ketë një privatsin, po. Ai mund të ketë një job të majme, po Trumpi prapë thotë që ç'ke për job. Jo vetëm për job. Gjykata ta bën ty këtë gjë për privatsinë e punës, për gjitha të dhënat që nuk duhet i thotë domethënë. Për shembull, më që hym kësaj e vorbullit që ka marrë Trumpi. Ati si intereson që t'japi informacione, thotë mjafton mos jesh atje. Jo, dhe intereson. Po, mund të ketë diçka këtu. Sa të mbarë kontrata. Mund të ketë thënë Elon Musk. I mbaron kontrata, vazhdon ai. Mund të ketë thënë Elon Musk, jepe pak dorëheqjen. Po kjo për shembull, mund të jetë kjo. Mund të kenë diçka, mund të kenë një krisje në marrëdhënie. E ka detyruar. Mund të ketë parë që ka çeduar, mund të ketë çeduar. Po, mund të ketë shitur në informacion djalka, mund të ketë bërë një problem, edhe ai thotë jepet dorëheqjen që mos të heq unë, se po thoqa unë i bie më mediatike. Kurse kur jepet dorëheqjen, je në rum. Je në rum. Jeme tuat. Po, po. Edhe është më mirë me tuat. Më mirë me tuat, që thuati. Je i nderuar ashtu, të paktën thuhet që ja doli vetë. Doli me vetë. Doli me vetë. Kundërta keq, pra. E ka më të lehtë që i punë tani. Po se është tjetër, imagjino të heqë Elon Musk nga puna, nuk ngre më kokë. Po, kurse kur i ka një arsye fort, po. Edhe i ka lash Elon Musk, imagjino se çfarë integriteti duhet ketë, thonë, çfarë zotësie që mund t'ja dali vetë. Status më vete. Nuk di. Ecim. Imagjinata pa kufi. Pas kemi lind për skenaren. Sam Smith flet për seksualitetin e tij. Po. Ai ka thënë që është ksenoseksual. Wow, ç'është ky term? Ai ka folur për seksualitetin e tij dhe është shpjeguar tashmë që nuk jam asnjë nga gjërat që ju keni thënë për mua, por unë jam ksenoseksual. Ama na shpjego çfarë është? Dhe është një term që përdoret për trurin e njeriu. Pra që bëhet fjalë për kuptueshmërinë që truri i njeriu ka për seksualitetin. Dhe thuhet që shumicën e kohës
jemi të tërhequr nga entitete jo humane. Ore, që do të thotë se është çdo gjë e komplikuar? Entitete jo humane? Ka rënë dashuri me alienët? Entitete jo humane, thot, por jo domosdoshmërisht alien. Jo domosdoshmërisht, pra. Po, dhe ai ka thënë alienëve. Ai ka thënë që po të doni kuptojeni, po të doni mos e kuptoni, por mund të më thrisni si kësi ose kësër. Pra jo hi ose hër, po kësi, kësër. Ksenoseksual. E për shkon që e kam bërë botës njerëzit? Pra, ai thotë që unë pëlqej meshkuj, por ksenoseksualiteti në trurin tim do të thotë që unë pëlqej dhe qenjet jo humane. Pra, do ishe i dëshuruar dhe do lidhesha dhe me qenie jo humane. Por jo domosdoshmërisht alien. Qyqja, se është fiks qyqja. Jo, ky e pas ka dashuri në fantazi, domethënë. Ka një shpirt që e frekuenton vetëm natën. Ka një seksualitet në trurin e tij. Po, i dashuruar me një fantazm. Po. Në këtë rast. Ksenoseksual. Dhe të mendosh, mos gaboj unë Sam Smith ka dalë nga koret e kishës. Më duket se po. Nuk e mbaj më mirë si informacion, mos të gënjej. Më duket se po, ka shumë pjesë e koreve të kishës. Varet se si ka përjetuar. Por që ka bërë shumë xhirot botërore si deklarat. Shiko. Të gjithë kanë thënë shpjegimi që i kanë thënë është që kështu është kur ti shet shpirtin. Pra, të gjithë titujt botëror edhe mënyra se si e kanë shpjeguar si situatë këtë të ksenoseksualitetit të tij. Ma vjen shumë keq që ai po merr vëmendjen me këto gjëra dhe nuk po merr vëmendjen me projekte muzikore. Dhe ka filluar dhe i pëlqen kjo dhe deklaratat e tij shumë të çuditshme. Ama ka fakte që thonë që në gjithë botën, në rangun e informacioneve ose plotësimit të formularëve për institucione, ka 12 lloje seksualiteti. Po. Pra ti duhet të zgjedhësh se si je, se si ndihesh dhe çfarë përfaqëson. Kemi kohë për të zgjedhur. Shas kemi ndonjë dokument për plotësuar. Për qenë brenda lexoj 2-3 herë. Po. Se varet ç'a bën nga ato dhe duket në rregull. Hajde ta shpjegosh pastaj. Varet ç'a bën se. Pse hetero jam unë, pse ç'a budalla jam mund të jem hetero. Po. Jo se s'ka ndodhur, Ka ndodhur. Ku ti thua hetero ti? Po jo, po këtë se kisha dëgjuar asnjëherë në fakt. Të ksenoseksual. Po dalin lloje tashmë ndryshimesh gjatë rrugës. Po ksenoseksual nuk e kisha dëgjuar asnjëherë. Ksenoseksualizmi u dashkafutur tek problemet e shëndetit mendor, se ndryshe nuk jap dot zgjidhje. Pa diskutim. Duhet folur, ta flasim. Po tikim një reklama pastaj. Ja ku jemi, u rikthyem dhe menjëherë tek titulli i radhës, titulli tjetër, po. Shpresë marrëzi, Al Nassr e vesh me ar Ronaldon. 550.000 euro pak ditore. Sa are? Aksione në klub, avion privat dhe 16 punonjës në vilën e tij. Ua, sa e pa drejtë është jeta. Në shkru jeta, bakëre kanace. Sa shumë do doni të ishin një shitse butik. Nuk po mendoja, si nuk shqisja roba në të Ai tani të dashur në keshat e mia. Në atë kohë shqisja roba. Fenomeni është i papërsëritshëm tashmë i Ronaldos. More Ronaldo. Ronaldo do të marrë 200 milion euro në vit, vetëm nga kontrata si futbollist. Për të drejtat komerciale të imazhit, përfiton 60 milion euro të tjera nga klubi. Totali përkthehet në rreth 16.7 milion euro në muaj ose rreth 550.000 euro në ditë. Për më tepër ka dhe një bonus në nënshkrimi prej 30 milion euro. Për ditë, është bonus edhe kur e nënshkruan kontratën, vetëm për nënshkrimin e kontratës ka bonus 30 milion euro, vetëm se edhe firmën. Për te kësaj, mbetet i pa konkurueshëm tashmë, por në aspektet e tjera financiare dhe detajet e të çmendurat kontratës. 15% të aksioneve të klubit. 30 milion euro bonusi i nënshkrimit që e tham, 90.000 euro bonus për çdo gol. 50.000 euro bonus për çdo asist, 10 milion euro bonus në rast fitimi të kampionatit. Asist dhe shkruaj pasën e fundit dhe bën gol tjetër. Vlerësoka. 6 milion euro për fitimin e këpucës së artë në Saudi Pro League. 8 milion euro për triumfin në Champions League në Aziz. 5.5 milion euro për shpenzime të avionit privat.
Personel prej 16 personash në vilën e tij personale, përfshirë 3 shoferë, 4 pastruese, 2 kuzhinier, 3 kopshtar dhe 4 roje sigurie. Ore miku, vëmendja duke e thënë ti, jo më t'i kesh gjitha këto si mund t'i menaxhosh, më duke të tmerrshëm. Po prandaj sa njerëz ka që e menaxhojnë gjithë karrierën e tij. Gjithsesi ai është një i vetmi i papërsëritshëm. Edhe unë që zbesoja te këta futbollistët. Po ça shikoj edhe një herë. I kam ditë pa lekë. I kam po. pa shansë. Bravo Romina, bravo. Semi Romina, mund të ketë një moment i vështirë për shembull. O, rikuperohet jeta. Po jo, të gjithë kanë fato, bërë. Fundja. Se janë shumë futbolist. Shumë. Pastaj mos krahasojmë nivelin e futbolistëve këtu me Ronaldon. Edhe këtu kanë filluar ka marrë dorë. Kanë filluar, po. E bukura e kësaj është që i bie ai të fitoj me prollogaritjen këtu 200 pound ose 236 euro në minutë. Dhe të fitoj 4 euro çdo sekond. Pra çdo sekond që kalon, ai fiton 4 euro. Wow! Në minutë fiton 236 euro dhe më pas në muaj fiton 500, në ditë fiton 550.000 euro, në muaj 16.7 milion. As llogarisë po ja bën dot me këto shifra. Po si thua dot, se ne si njohim. Ne humbëm edhe renditjen. Kaq mjafton të dish, 200 milion euro në vit. Kaq. Sa nga këto prish Gjorgjina? Sa ti dë kokra e qefit e saj. Gjorgjina fiton dhe vetat nga ana tjetër. Dhe mos të harrojmë që Ronaldo ka futur në këtë rrugë edhe djalin. Ka futur edhe djalin në këtë rrugë. Juniori. Shumë i mirë. Që djali po ka premisa shumë të mëdha për të ecur. Normalisht që Ronaldo e ka futur dhe i ka dhënë disiplinën që ai ka, sepse djali është i adapt për Ronaldo. Pra, do të thënë nëse Ronaldo gjithë jetën ka kërkuar një njerëz që ta sfidojë, nuk e ka gjetur. Tani, është vërtet ka i talentuar djali, apo thjesht për shkak të emrit Ronaldo? Jo, djali është i talentuar. Kam dëgjuar që e ka vetëm prej Ronaldos. Jo, djali është i talentuar. Ai që më shumë vogël stërvitesh në mënyrë të frikshme. Po, patjetër, e ka bërë punë, po e ka talent. Është një gjë që ka bërë edhe Ronaldo, se Ronaldo nuk ka pasur këtë talent. Mirë, patjetër. Por thjesht puna e ka shndruar në këtë që ka qenë, në këtë që është sot. Krahasimisht me Mesin, i cili ka pasur talentin e lindur. Kurse Ronaldo nuk e ka pasur të lindur talentin, por e ka pasur me një punë titanike që ka bërë. Por dyshohet që Ronaldo është duke pritur djalin që të kapi moshën adapte për të hyrë në fush, që të bëhet për herë të parë në histori të luajnë babë birë në një ekip dhe ta mbyll aty karrierën. Dyshohet që Ronaldo është duke pritur djalin që të kapi moshën 16 vjeçare dhe pak ditë që duhet një lloj moshe e caktuar e cila të lejon ty që të federohesh në kampionat profesionist. E vërtet, atë ai ka thënë edhe vetë që ai është momenti që po pres, është momenti historik i imi, pra do të jetë pastaj të lër. Pastaj e lë. Dhe ishte para disa javësh të mos gaboj, ishte një moment nuk e mbaj mend kush ka fituar, me kë skuadër ka qenë, domethënë, por po shikoj që po qante me dënes nga fitore, kështu dhe gjithë njerëzit është ai qanë gjithmonë dhe për fitore dhe për human është si njeri, sa i ndjeshëm është si njeri, i lë gjithmonë fëmijët kur vinë duan në autografe dhe foto, i lë thot atyre trupërojave që largoheni, s'ka që le ta bëj foto, ja pa autografe gjithashtu. Ka një fondacion bamirësie që e ka gjithkohës aktiv. Më fal, patjetër. Me fëmijët në gjithë botën. Pa diskutim. Edhe e bën njeriu më të madh. Përflitet që është nga njerëzit që e bën punën pa u ndjerë, prapë. Domethënë punon për të tjerët, bën bamirësi, po ndihet shumë pak. Bravo. Ecim, se folëm shumë për Ronaldo. Shumë, normale për futbollin. Prej 2 vitesh mungoi në skenë për shkak të sindromës nga e cila vuan, rikthehet Luis Capaldi. Çfarë sindromë? Apo Levis? Luis Capaldi. Levis apo Luis Capaldi, po e kishte në rregull. Ai vuan nga sindroma Tourette. Ka pasur në fakt një histori shumë të fortë gjatë këtyre viteve. Luis Capaldi ka pasur shumë incidente që i ka ndodhur edhe në skenë dhe është rikthyer tashmë dhe në një moment tepër prekës ai ka thënë që jam kthyer zemër përpara mira fansave që e kanë pritur me duartrokitje dhe me broritje. Normalisht që ai ka qenë ndër këngëtarët më në zë të kohëve të fundit, domethënë në momentin që ai e la muzikën, pra që u detyrua të shkëputet,
nga njerëzit më të njohur të momentit, sidomos kënga e tij që ka qenë absolutisht me dëgjuara, Someone You Love. Por ai vuan nga sindroma Tourette, e cila është një çrregullim, thotë këtu, neurologjik, që shfaqet zakonisht në fëmijëri dhe karakterizohet me tike të përsëritura dhe të pavullnetshme, lëvizje ose tinguj që ndodhin në mënyrë të papritur dhe pa kontroll. Pra, ai ka pasur edhe në skenë gjatë momentit që interpretonte, shpeshherë tike nervore, lëvizje të kokës së tij, ose shpeshherë edhe kontraktime totale të nofullës që nuk e linin që të këndonte. Dhe nuk është se shëruar totalisht nga kjo gjë, por të paktën ka arritur që ta mbaj nën kontroll për gjatë kësaj periudhe për të rikthyer sërish në muzikë, se i agravoi gjendja për gjatë 2 viteve. Tani është rikthyer në skenë apo është rikthyer me videoklip, me këngë të re? Është rikthyer në skenë, është rikthyer gjithashtu dhe me një këngë të re, kënga Survive, por duhet parë se sa do të vazhdojë kjo pjesa e rikthimit të tij, a e ka kaluar tërësisht si sindrom, por thuhet që nuk e ka kaluar si sindrom tërësisht, por ka arritur vetëm që ta qetësoj, edhe që ta stabilizoj, që mos të ketë konvulsione të shpeshta, së paku në skenë si që ka pasur në momentin që u detyrua ta lindte. Që dukeshim masivisht edhe kontaktimet që kishte. Urojmë të jetë sa më mirë, sepse i duhet skenë. Muzika që ai bën, zëri që ka është fantastik. Shumë mirë. Ecim te titulli i fundit. Presidenti rus Vladimir Putin dhe këpucët e tij speciale që u bën virale në rrjet. Çfarë janë këto? Janë këpucët si me taka? Po, që e zgjasin. Tani njerëzit i kanë hyrë analizave, i kanë bërë foto këpucëve. Mund të kenë edhe kështu nga ato platformën e kanë nga brenda. Platformën e kanë brenda si këpucë, dhe në dukjen e parë janë këpucë të thjeshta, por platforma që ato e kanë brenda i mundëson atij që të rritet 10 deri në 12 cm në gjatësinë që ai ka. Shif, u dashkë kontrollu çunat nga këmbët me këto gjetje. Kështu që presidenti për çështje imazhi, për çështje prezence, për çështje mbase mund ta ketë edhe kompleksin e tij, mund ta ketë edhe kompleksin e tij personal. Të paktën sipas njerëzve që thuhet në fotot që janë bërë etj. Në këto lloj analizash, thuhet që ai mban këto lloj çizmesh për arsyeën që ta zgjasin. Shikoj, gjatësia është prezencë, është pushtet, do është imponuese. Sidomos ai që tani është një ndër liderat botëror që ka pafund që i duhet patjetër kjo prezenca dhe pushteti. Atij i bën shumë sens kjo fakti. Por ndoshta mund ta ndjej si defekte vetja vet, se po të kishte atë bravo, se po të kishte atë vetë besime dhe si s'ka shumë lidhje. Unë jam vetë e gjatë, po kam një ri më të gjatë, sidomos vajzë, okej, fillon një lloj intimidimi. Ka të bëj. E pra po varet, nuk e di, varet nga tipologjia, varet nga karakteri, varet me këtë njeri mund të jesh. Varet nga personi. Sepse ka njerëz se po pastaj po të intimiduese vetëm për shkak të pozicionit, jo se për shkak do të jesh si ai ose si ai. Napoleoni ishte zakonisht shumë i shkurtër, ama nuk e kishte kur kompleks ka pasur. Po kush e tha se ka pasur? Në fakt sipas historisë thuhet pra që ai madje bënte namin me madje gjynjzonte të tjerë që ishin më të pushteti ai që ta jep prezencën pastaj në rast. Varet se si ti e ke atë vetbesimin, e ke të lartë ose e ke të ulët. Ne këtë gjëgjësa. E gjeta. S'jam ëndër, por s'jam as zgjim. Të jap sy, por ti mbyll. Të jap dritë, por s'ka asgjë. Nuk ka përgjigje, kush është ri? Nga të gjejmë tu. Mos ishte iluzioni, apo jo? Apo ishte tjetër kjo? Po, bravo. Iluzioni ishte. Ma tha, jo se i gjeta. Po, s'jam ëndër, por s'jam as zgjim, të jap sy, por ti mbyll, të jap dritë, por s'ka asgjë. Është iluzioni, përgjigja. Iluzion optik. Xexhëzëm. Ta shohim të ren. Jam takim pa rrugë, jam heshtje që ndizet, s'kam pasaport, por kaloj kufi, nuk shoh, po erdha. Wow, jam takim pa rrugë, jam heshtje që ndizet, s'kam pasaport, por kaloj kufi, nuk shoh, po erdha. Nuk shoh, po erdha. Nuk është kjo pulla postare që në to. Mesazhi. Se më përkaloj kufi. Interneti? Ja.
Jam takim pa rrugë. Meridian. Trau i doganës, jo. Kufiri. S'kam pasaport. Kufiri, e thejnë kufinin. Kam heshtje që ndizet. Nuk shoh po erdha. Pakot. Që është lufta. Asë njëra, asë tjetra. Nine. Sa opcion në i dhamë? I dhamë goxha opcion. Zat goxha. Po, e çuditshme. E çuditshme si për e hëndë, më thënë t'japë më këshëm. Jo. Jo. Ja. Duhet me ndoheni. Po na oriento pak. Po vendohemi mjaftueshëm, se pastaj do jetë një heshtje. Si jeni afruar fare këtu? Fare? Fare, zero. Faleminderit. Kjo është e vetëm ndihmë që mund të jap. Jam heshtje që ndizet, zhurma. Makina Rominës? Marmita? Jo. Kush është? Nuk e gjejmë dot. Jo. Që jemi larg mbi gjitha. Shumë larg dhe nuk e gjejmë dot që kështu të Bora, le të njerëz. themi që jemi shumë lart për ta gjetur. Për ta gjetur. Mund të jetë shumë bazike si gjë për shembull, po. Bravo, po. Bazike. Bazike. E thjesht. Është një gjë bazike. Bazike. Le ta gjej njerëzit. Gjeni ju se ju e gjeni gjithmonë, është e sigurt. Instagram, Facebook, TikTok, letrat poshdere, posta elektronike, mos harronin se si është. Ri Bezhani e gjej përgjigjen shpejt, @mcmtv. Gjej përgjigjen pa llafe. Yes. Shohim tekstin. Shohim. Hala ditë po rritu i gjemre në zemrën për ty po mre, se na sjena mos i kur dje, e din ti pa ty, unë jam si pasy. A kë e fundit tani kam kujton mua. Me të rëgjims. Si pasy. Ma i vështu? Ja. Po pse të me të rëgjim? Kot me, po se Albania, kur e fillove pse po këtë, shaka? hajna ditën aty dunge. Po është kështu, Po këndonte me të është ritmi rëgjims. kështu. Kapitali. Kapitali është. Kapital ti, malli më ka marrë. Po. Okej, u E afro. më mirë është e hënë, mos ta e vini Ju re. afro. Me ty me kon lidhje o gamble. Po lunë ti me ndjenja, po kjo son Nintendo. Dale edhe po silna me benzo. Kuje, kom me gjetun ty, qendo. 100%. My baby, I can fly you to London, ose në Paris. Veç apo do. Se ti e mis, zemër e cëron. Pak e lasdrume, ama ty të shkon. Me mujt veç me pati veten qysh dukesh më sytë e mi. Ish kon në dy kërë vepër, veç me ta dhonë ti një pik dashni. Që dujem, baby, ti dujem. Nuk e dina dhe sa. Rujem, baby, ti rujem. Rujem për vete. Më ruaj. Më ruaj. Është po është rujem. është shkruar. Me rë? Po. Se veç për vete kime më pas. Veç për veti se ti ka me mik. Hala dit po rritu i nxje. Mrena zemra për ty po mre. Pse na sjena mos si kur dje? E din ti, pa ty, unë jam si pasy. Mos. Se unë këto kam sy, jo për gjo. Mos i vështë lutem. Pse si jam, e të mërshme. I vura prapë. Për të mirën tënde e kemi? Pa tjetër, edhe unë për të mirën time. Prandaj i vura. Ja ta dëgjojmë. A më kështu është ritmi? Zemra për ty pëmre, se na sjena mos i kur dje, e dënde pa ty, unë jam si pasy. Halo, dit po rritu i nxje, mrena zemra për ty pëmre, se na sjena mos i kur dje, e dënde pa ty, unë jam si pasy. Me ty me kon lidhje, o gamble, po lunë ti me ndjenja, po kjo së Nintendo. Dalja dhe po silna me benzo, ku je ko me gjetu në 200%. Mirë që kuptohem këtë 100%, se pjesë të Qendo për qendo. Ja, kapitalin e kemi shumë gjanë, nuk kam si të shë.
Mirë, edhe të ftuarit e sot do një kemi shumë gjanë, që kështu fillojmë edhe i prezentojmë, pra ju e dini shumë mirë që çdo të hënë është në studio ose në emision të paktën Denisa Shyla, astrologja jonë, e cila na flasi për parashikimin e horoskopit për gjatë javës dhe sigurisht për nisjen e muajit korrik. Dhe të shohim me zi po presim jemi syeve që të vinë në studio dhe të na tregoj pak më shumë. Më pas, Keida Driza, që është mësuese anglishte, unë jam surprizuar nga video e saj sa po e pash. Super ide, super gjetje dhe super komplimenta shkojmë për atë, sepse ajo edhe tipik shpreha në mes të Gjermanisë guxon të vendos emra shqiptar rrugëve atje për të identifikuar dhe për të qenë pra të Tiranës, për të identifikuar dhe për të lënë takime me shoqet ose me njerëzit e njohur. Po sa ngjanin, për shembull një godin që ngjante si 15 kaçe jona, apo si 9 kaçe. Tani jam të Astirit, thoshte tani po kaloj tek ura tabakëve, domethënë është fantastike, ju do të gjeni vetëm pas pak. Dhe ishin shumë ngjashme vendin vërtet. Dhe ishin shumë të ngjashme. Pra ajo ka gjetur tamam pozicionin edhe godinat e ngjashme për të, le themi, identifikuar në mënyrën shqiptarçe. Më të thjesht, sepse sipas asaj janë shumë vështira emrat e rrugëve dhe hajde sa ta shqiptor, sa ta thuash, sa ta kuptoj shoqja ku do të takoj. Me shoqet kështu, do të di shumë mirë, takojmë tek Po Deutsche Welle Nünderstraße, hajde thuaj. Ure tabakëve është kjo shprehje. Bravo, Ucellonero, zëguzi. Okej, por të tregoj edhe historinë e jetës saj, apo jo? Pra, arsye pse e la Shqipërinë për Gjermaninë, puna që e bën atje, familja gjithashtu, dhe sigurisht përshtatja që ajo po bën, dhe e çuditshme është sepse në imazh më duket shumë e vogël për ta identifikuar si një nënë të re, por është një nënë e një djali 3 vjeçar. Shumë interesante është Keida, vetëm pas pak. Okej, më pas, po ndodhin gjëra që duket sikur priten sapo nis sezoni i plazhit, por ajo që të mërzit është mënyra se si funksionojnë, ndoshta siguria në plazhe. Ka qenë një bilanc shumë i shëmtuar në fakt të fundjavë, se ka ndodhur gati 3 tragjedi brenda gati 24 orëve. Po, ditën e dieshme njëherë ka qenë një tmerr i vërtetë. Është përfolur shumë edhe për pjesën e ambulancave që kanë ikur me vonesë. Dima e parë kanë ikur ambulancat pa mjek. Të paktën kështu kanë qenë në mënyrë të si janë përfolur. Mungesat e mbrojtuesve të plazhit që janë edhe trajnuar për të dhënë ndihmën e parë, jo vetëm në rastet të mbytyjeve apo edhe të infarkteve, çfarë mund të ndodhë edhe kur janë në shezon, jo vetëm sa i përket detit. Të ndërhyrjes për ndihmën e parë patjetër. Po ideja është që gjithmonë diskutohet, është çështje mbrojtuesi, është çështje pasigurie, është çështje sepse tek vendi ku njerëzit kanë zgjedhur të bëjnë plazh nuk është i sigurt për të notuar. Ku çedon, domethënë, pse gjithmonë dëgjojmë lajme që zakonisht tek Gjirilalzit, në Durrës, të Shkëmbikavajës, aty ndodhin nga këto lajme që ne marrim. Janë ca zona që ka dhe gropa në det. Pikërisht për këtë e kisha fjalën. Dhe pastaj nuk dëgjon të njëjtat raste në jug të Shqipërisë. Ndoshta kjo i bën edhe njerëzit të jenë pak të friksuar, por gjithsesi është më mirë që ne të dimë disa nga ato instruksionet e para, ndoshta për të ndihmuar këta njerëz. Dhe për këtë arsye është instruktori nga Federata Shqiptare e Shpëtimit të Jetës, Festim Sula, i cili do të na tregojë se çfarë po ndodh dhe si ndihmohet, si asistohet në raste të tilla. Është decizive, jo të gjithë e bëjnë, jo të gjithë duhet ta bëjnë, ka njerëz që kanë rrezikuar jetën e tyre për të dashur, për të shpëtuar dikë tjetër që ka qenë në të mbytur, që kështu të mos ketë tragjedi pas tragjedie, duhet patjetër të merren instruksionet e duhura. Okej, mirë atëherë, ikim në pak reklama dhe kthehemi pas pak. Jemi në studio, po me zi po presim që kjo javë të nisë të këshu me lajme të mira, si që do thotë Denisa, sot Denisa do të ketë një dozë të shtuar pozitiviteti me ndajun, sepse ne si zgjohemi MCN, ju urojmë edhe 100 vjeç të bësh, edhe gëzuar ditëlindje nga Fore. Nga Fore dashur. Lindom. Rilindën. Pas çdo gjë të bukur në jetën tënde dhe energji shumë pozitive. Faleminderit. Faleminderit shumë që je bërë pjesë e këtij emisioni, e këtij rrugtimi. Ne kemi si krenari personale që të kemi zbuluar në si emision. Themi është Denisa jon. Po pra. Ashtu jam. Shumë e mirë. Pra, vlen kjo që ti të na japësh në një gjë kështu me... Tani unë do mundohem që ti them gjërat më me pozitivitet. Kjo... Por në thelb si janë aq pozitive, do të thuash. Është javë e vështirë. Është shumë e komplikuar, për këtë arsye është e vështirë. Ndikimet negative
vërtet që është e komplikuar për të menaxhuar. Ky është problemi vetëm që ka kjo javë, por që është problem shumë i rëndësishëm. Për të gjitha shenjat do të jetë një javë e vështirë ndikimi i përgjithshëm. Gjithsa javë do të kemi kalim në retrograd të Neptunit, dhe Venusi do të ndryshoj shenjë, po e marrim nga kalimi në retrograd i Neptunit, do të jetë ndaluar për 2 ditë me radhë në datën 4 dhe 5, pra ditën e njëjtë dhe të premte. Jo, i bie të premte dhe të shtunë, nga që do të marrë gjithmonë me data. Okej, i kërkoj ndjes. Këto gjatë këtyre 2 ditëve normale ose më them gjazis sa javët ne do të ndjejmë një farë mjegullimi. Pra do të kemi pak vështirësi për të perceptuar se ku qëndrojmë. Arsye që është e vështirë kjo është sepse gjatë gjithë kësaj jave ne do të na duhet që të menaxhojmë dhe të jemi shumë të vetëdijshëm për çdo veprim që ndërmarrim. Pra, kjo është edhe arsye që është goxha e komplikuar si javë. Do të kemi ndikime pozitive, po normale që kemi ndikime pozitive, jemi futur në një fazë ku kemi mundësi të shumta për të krijuar një stabilitet ekonomik, por kjo siç e thash, duke qenë se nuk do të jemi shumë të aftë për të perceptuar se nga po na vijnë këto, mund të bëhet vërtet shumë problematike. Ajo çfarë do t'i këshilloja të gjithë, pa përjashtim, do t'ishte që përpara se ta bëjmë diçka, përpara se të themi diçka, duhet ta pyesim veten, a është kjo e domosdoshme? A është kjo diçka që duhet ta bëj dhe sa i shërben kjo jo vetëm mua, po edhe njerëzve që kam rreth e rrotull. Pra, më mirë të themi se sa i shërben kjo dhe kolektivit, është pyetje që duhet t'i bëjmë të gjithë, pra duhet jemi të vetëdijshëm. E qartë. Shumë gjëra, do të thënë. Shumë gjëra, tani do të Pra, edhe si për mbyllje muaj, edhe si për nisje muaj që ka nga këto parashikimet që do të mendohesh mirë, me reflektime. Kjo është prova e njerëzimit. Po jeton faktikisht si periudhë, po është prova e njerëzimit dhe në këto momente individi po jep provën, pra se sa ne jemi të aftë të gjithë si shoqëri që të marrim në dorë tashmë fatin tonë. Pra kjo është pyetja e madhe që po bëhet nga sistemi, quhen nga Zoti, universi, quhen çfarë të donim. Për këtë arsye është komplikuar si javë, sepse duhet të jemi 100% të vetëdijshëm për çdo veprim që hedhim. Pra duhet të jemi të rritur. A mund ta bëjmë më të thjeshtë me shenja specifike? Po, tani do kalojmë menjëherë aty. Atëherë, për shenjën e dashit, kjo javë, duke qenë se Neptuni ndodhet tek shenja e tyre, është një nga shenjat që do të preket më tepër. Ndikimi më i madh do të jenë çështjet familjare. Këtu mund të kemi, sidomos ditën e mërkurë dhe të njëjtë, po e them që tani mund të kemi probleme brenda familjes dhe këto probleme në qoftë se nuk merren në dorë ashtu siç duhet, normal që mund të krijojmë edhe përçarje, të cilat edhe normalisht mund të vazhdojnë edhe në kohën e ardhshme. Ndërkohë që në qoftë se jemi të afër, jemi të vetëdijshëm në çdo veprim që bëjmë, do të ndodhë komplet e kundërta. Kjo është edhe java, pra. Në qoftë se ne jemi të rritur dhe reagojmë ashtu siç duhet, ndaj çdo gjëje të papritur që hyn në jetën tonë ose çdo situate, normalisht do të kemi komplet të kundërtën, sepse gjatë kësaj jave do të kemi dhe mundësi, sidomos për shenjën e dashit, që të ketë një ndryshim shumë të madh brenda shtëpisë, brenda familjes. Në këtë radhë domethënë një zgjerim. Pra mund të vijë pa pritur dhe mund të duket si diçka negative në fillim, ose mund të vijë nëpërmjet diçka negative, por faktikisht përfundim është shumë pozitiv. Rrugdalja e gjithë trysnisë që do të kemi gjatë javës për shenjën e dashit do të jetë kreativiteti, do të jetë argëtimi, në qoftë se argëtohen, e kalon më tepër kohë me fëmijët apo edhe me partnerët, e njëjta gjë është e vlefshme dhe bëni gjëra që ju pëlqejnë, hobit. Për shenjën e dashit, kjo është rrugdalja, sepse gjithaj stresi që të akumulojë të nxjerrni që këtu dhe do të kemi më tepër aftësi që të veproni në mënyrë të vetëdijshme. E qartë, okay. Kjo është gjë e mirë sepse të gjitha shenjat e kanë një rrugdalje, të cilat do i përmend. Po, patjetër, edhe peripecia edhe rrugdalje, shumë interesante. Demi. Për Demin, po nis nga peripecia për Demin është në lidhje me udhëtimet, diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është edhe komunikimi. Këto të dyja mund të jenë shumë problematike gjatë javës, sidomos mesin e javës. Drejt fund javës, duke qenë se drejtuesi tyre tashmë do të kalojë tek shenja e binjakëve, për ta domethënë një rritje më e madhe në anën e tyre ekonomike, por kjo do të jetë e vlefshme për gjatë gjithë javës pothuajse, sepse të gjitha investimet që mund të bëjnë do të jenë goxha pritimprurse, por gjithmonë për ripërsëris duhet të jetë shumë i vëmendshëm. Ndikimi më i madh që mund të ketë tjetër nëse nuk jemi të vëmendshëm, do të jetë në lidhje me shëndetin. Këtu duhet të jemi 100% të vetëdijshëm për çdo gjë që bëjmë, për çdo gjë që ham, pim e të tjerë, pra është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që rrugdalja për ta do të jetë kalimi i kohës me familjarët e tyre. Është një periudhë
në të cilën mund të marrë një dashuri shumë të madhe prej tyre, dhe mbi të gjitha mund të kalojnë dhe kohë kreative. Në këtë rast nëse për shembull janë larg shtëpisë, ka dhe persona të tillë, ndoshta mund të kalojnë kohë vetëm brenda shtëpisë së tyre, të rregullojnë ambientin që ata kanë, në qoftë se rregullojnë disa gjëra të vogla në shtëpi, kjo do t'i bëjë ata që të ndjehen më mirë, të ndjejnë ambientin si të tyren, pra ose në këtë rast do të kemi një mundësi më të madhe edhe për ta përtequr stresin e javës, dhe nga ana tjetër dhe për të fituar një të ardhur materiale më të mirë, ose më mirë të themi që të jenë më të aftë për të perceptuar se ku do të bëjnë këto investime. Ndërkohë që për udhëtimet dhe komunikimin, duke qenë se do të lërë shumë për të kërkuar gjithë javës pothuajse, do t'i këshilloj që të jenë pak më të vëmendshëm. Edhe pse nëse përdori mirë, kjo do të zgjidhë vërtet shumë problem, sidomos në marrëdhënie që ka me vlezë dhe me motrat e tyre, nëse kanë qenë problematike deri tani, do të mund të zgjidhen. Gjithmonë të jemi të vetëdijshëm. Po, vetëdijshëm se çfarë do të zgjedhëm dhe të bëjmë. Okej, tek binjakët. Për binjakët është një javë në të cilën vërtet mund të ketë një turistim më të madh se shenjat e tjera, duke qenë se Urani, i cili është te gradë e fundit e Demit, do të vazhdojë që të jetë deri në fund të javës. Javën tjetër, pra ditën e hënë do të kaloj tashmë tek shenja e binjakëve. Për këtë arsye turismia më e madhe do të vazhdojë që të jetë tek ta, do të ketë tërmete brenda vetes së tij, dhe këto normalisht për të mund të bëhen shumë të lodhshme. Kemi një dalje vërtet shumë pozitive, sepse ata mund të jenë më të aftë për të udhëtuar gjatë kësaj jave, ndryshe nga shenjat e tjera. Dhe komunikimet ta kemë vërtet shumë pozitiv, kontaktet që mund të kemi me vëllezërit, me motrat e tyre, me rrethin e tyre shoqëror, me njerëzit e ngushtë që kanë, do t'i bëjmë vërtet shumë mirë, do t'jetë vërtet rrugdalje për ta, gjithë stresin e javës mund ta heqin këtu. Normalisht që do t'i këshillohet të gjithëve pa përjashtim që çfarëdo lloj udhëtimi që bëni të jeni shumë të vëmendshëm dhe shumë të kujdesshëm. Kjo nuk ka rëndësi se kush është, por për shëndet e binjakëve mund të jetë pak më të prekur lidhur me këtë temë, po. Ndërkohë që për ta do të kemi probleme me vlerësimin, në këtë rast me vetë vlerësimin, dhe për këtë arsye mund të bëjnë dhe harxime të panevojshme, të cilat normal që mund të hapen shumë buxhetin e tyre. Diçka që do të kam disa javë që po ndërtoni besimin tek vetja e tyre, që nuk ishte nevojë të pyesin të tjerët se çfarë vlerë kanë, gjatë kësaj jave mund të rënohet nëse nuk jemi të vëmendshëm. Prandaj normalisht të vetëdijshëm ndaj gjithçkaje. Me kujdes të madh, pa shtuar. Okej, është një javë që e kuptoj, është pak ndryshe nga çfarë prisni, por Okej, do e përballojmë. E përballojmë, si gjithçka në jetë. Gaforja. Për gaforën, faktikisht, kjo është një javë në të cilën mund ta kalojmë pak më lehtë. Problemi dhe le të themi aty ku mund të ngecim do të jetë pikërisht tek vetja jonë, por kjo është edhe arsye që mund ta tejkalojmë dhe pak më thjesht. Për gaforën që sa javë mund të kemi dalje në skenë të tematikave në lidhje me shoqërinë, ose më të themi mbylljen tashmë të këtyre tematikave, është javë e fundit, nëse kemi pasur diçka problematike, persona të cilët nuk ishim të sigurt se ku qëndronin, që sa javë do t'i kuptojnë se kush janë, se si duhet të veprojmë në lidhje me ta, ndërkohë që do të kemi edhe një mundësi shumë të madhe nga ana tjetër, sepse është edhe kjo në të papritur që të njihemi me persona, të bëjmë kontakte vërtet shumë të rëndësishme për ne. Pika ku duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm është në lidhje me reagime. Mund të jemi shumë impulsiv në reagimet tona gjatë gjithë kësaj jave. Jo, nuk bën vakis së çfarë karakterin ky. Sado që të rritemi ne, në fund ndonjëherë na del kështu. Impulsiviteti, nëse. Ndërkohë që mënyra se si mund të tejkalojmë të gjitha këto strese që të kemi gjatë javës është që të bëjmë gjëra që ne na bëjnë të ndihemi të vlerësuar. Kjo është pika e daljes, faktikisht në qoftë se harxojmë para gjithë kësaj jave, nuk është se na bën keq. Sepse do më thënë që dhe mund të marrim. Ky ishte sinjali që prisja. Okej. Ka kapur nga këto produktet që i ka pëlqyer dhe ta shpenzoj apo ta mbaj? Jo, këtë javë ka që desh. Jo, nuk e thashë mos veproni impulsiv, po s'ka gjë. Kësa radhe e kam liruar dhe unë vetës time këtë gjë. Po, mirë. Po që ka një lojzgjidhe, ti e the vetë që për gjitha shenjat ishte një lojzgjidhe, pra për ju gaforët, jo, për ne vërtet duhet të ndihemi të vlerësuar. Do që të kalojmë kohë me persona që na bëjnë të ndihemi të tillë, apo edhe në disa raste të harxojmë para, sepse me idenë që e dim që do të vinë, sepse ne jemi të vlefshëm. Edhe kjo është. Po për të ardhur do vinë patjetër. Në distancë online? Çrëndsi ka nga gjitha anët ardhshi. Në Tirana nuk vuan për harxuar lekë, mund të harxosh. Po, pa diskutim, harxon sa del nga shtëpia. Ecim tek Luani? Patjetër. Shenja e Luanit është nga shenjat edhe kjo që është pak më tepër fat, sepse kjo e ka zgjidhjen brenda vetes së saj.
Përshën e Luanit, investimet që mund të bëjnë gjatë së javës do të jenë vërtet shumë fitimshruese, do t'i këshilloj që t'i bënin vërtet këtë. Pak më tepër që mund të kenë edhe surpriza në lidhje me këto tema, mos në rritje në natyrën e karrierë, e cila normal që përkthehet në të ardhur materiale. Kemi për ta pika ku mund të jenë vërtet shumë problematike, sepse është në një zonë që nuk e perceptojnë mirë, është bota atyre brendshme, mund të kenë shpërthime të brendshme, pra mund të jenë shumë emocional. Kjo është pika në të cilën do t'i këshilloj normalisht që të jemi pak më të kujdesshëm. Fillimi, po e them pik fillimi, aty ku mund të fillojnë, në më që të mund të marrë masa, do t'jetë pikërisht në lidhje me komunikimi që ata kanë, sidomos me rrethin e tyre të ngushtë, mund të kemi probleme edhe për ta me automjetet, dhe kjo mund të shkaktoj një stres edhe më të madh se çfarë është e nevojshme, një të gjë të vlefshme në lidhje me telefonat, apo mjetet e komunikimit. Pra, këtu mund të filloj, por do të përfundojmë pikërisht në plasjet të botës së tyre emocionale, cila mund të bëhet vërtet problematike dhe problemi më i madh se mund të përkthehet edhe në anën shëndetësore, fizike. Si mund të kalojmë këto? Edhe këta duhet të... Ka një rrugëzgjidhje. Po, normale. Rrugëzgjidhjen edhe këta e kanë që të bëjnë gjërat që atyre i pëlqejnë, që ju bëjnë të lumtur. Pra, jo të ndjen të vlerësuara, por që ju bëjnë të lumtur. Diçka që mund të jetë për ta kreative, ndoshta që ka të bëjë me hobin, që të takohen normalisht me njerëzit që i kanë më të dashur dhe e njëjta gjë e vlefshme dhe për ta mund të kalojnë ndoshta pak më tepër kohë me shoqërinë. Pra, persona që bëjnë të ndjen të lumtur, në përgjithësi do t'i këshilloj shenjës Luanit. Është një javë në të cilën të gjithë vërtet duhet ta përdorim pikdalje në mënyrë që të kemi më pak stres dhe të jemi më të vetëdijshëm për çdo veprim që bëjmë. Është qartë. Po kaloj tek shenja e Virgjëresha, pra. Okej, kaq kishte. Ta mendova se të kishte. Jo, kaq ishte, po më kaq. Virgjëresha. Për shenjën e Virgjëreshës është një javë goxha e lodhshme dhe për ta, ndoshta se për të gjithë ne, por për ta problemi i madh do të jetë në lidhje me shoqërinë, sepse këtu mund të kemi zhgënjime gjatë kësaj jave. Edhe nga personat të cilin kishim një besim shumë të madh, dhe mund të kemi edhe ndërprerjen e ëndrave në një farë mënyrë, ose mund të arrijnë që të kuptojnë që nuk janë pikërisht ajo çfarë ne dëshironim në jetë. Kjo është edhe arsye që mund të bëhet pa problematike për shenjën e Virgjëreshës. Gjithsesi, rrugdalje kemi të gjithë. Për ta rrugdalje do të jetë nga intuita e tyre. Pra, nëse e kuptojnë mirë veten e tyre, atëherë mund t'i përdorin dhe këto zhgënjime që mund të themi si copëza për të krijuar diçka të re, bile shumë më funksionale në të ardhmen. Në këtë rast nëse meditojnë apo kalojnë pak më tepër kohë me veten e tyre, kjo është një rrugdalje vërtet shumë e mirë. Për shenjën e Virgjëreshës gjatë gjithë kësaj jave do të jemi shumë aktiv dhe do të kemi mundësi, ndryshe nga gjitha shenjat e tjera, që të gjejmë oportunitetet, të gjejmë pra oportunitetet për të krijuar diçka të re, prandaj edhe është një javë në të cilën do t'i këshilloj që ta përdorin këtë. Pra meditoni dhe të jeni sa më tepër aktiv, të socializoheni jo me shoqërinë, por normalisht me persona të rinj, sidomos ata që kanë të bëjnë me profesionin tuaj, do t'ju bënte edhe më mirë. Edhe vështirësitë i shohin i bie me këndvështrim tjetër. Faktikisht ashtu është, sepse çdo vështirësi ose më të themi çdo gjë që nuk po bëhet në këto momente është thjesht një oportunitet për të kthyer kokën nga ana tjetër për të parë se çfarë na duhet vërtet në jetë. Nuk ka fund në këto momente mundësi që do të na dalin përpara. Janë shumë. Kjo është edhe arsye që është e vështirë për të menaxhuar si javë, sepse ka dhe pozitivitet, por ka dhe është shumë e lodhshme, pra. Prandaj duhet jemi të aftë. Prandaj them edhe rrugdalje në mënyrë që të shkarkojmë energjinë negative apo stresin që mund ta akumulojmë, në mënyrë që të mund të shikojmë edhe oportunitetet që kemi përpara. E qartë, okej. Tani jemi tek Peshorja. Për shenjën e Peshorës është një javë vërtet shumë e rëndësishme për sa i përket karrierës. Duhet jenë shumë të fokusuar në lidhje me këto tema, duke qenë se këtu mund të kemi mundësi të shumta, por nga ana tjetër mund të kemi edhe kapërcime në jetën e tyre, pra në karrierën e tyre, dhe kjo normalisht do të vinë nëse janë të vëmendshëm. Probleme nga mund të dalin në përgjithësi nga vetja e tyre, sepse mund të kenë një stres të akumuluar tashmë, ose nga partnerët e tyre, por ata të cilët janë në një marrëdhënie. Kjo nuk është të thënë thjesht në një lidhje romantike, por faktikisht mund të thotë edhe më pak më tepër në marrëdhënie që janë profesionale. Mund të kemi probleme të rëndësishme në lidhje me këtë temë. Rrugdalja për Peshorën është targetohet me shoqërinë. Sa më tepër të kaloj kohë me shoqërinë, është më tepër të vlefshme. Nëse merr pjesë në shoqata, në organizata të ndryshme, sidomos humanitare, të cilat i shërbejnë edhe njerëzimit, kjo do të jetë edhe më pozitive për ta, sepse do ta ndjejnë veten të vlerësuar, ose më të them që do të plotësojnë vlerat që ata vetë kanë si individ, dhe për këtë arsye do të jenë më të aftë për të përqendruar tek gjërat që janë të rëndësishme që në këtë rast, siç e thash, është karriera. Nëse jemi të vëmendshëm, mund të kemi një kapërcim shumë të madh, por nëse nuk kemi të vëmendshëm, mund të shkatrojmë bile edhe atë çfarë kemi ndërtuar deri tani. Prandaj është
është shumë e rëndësishme. Shumë decisive. Për peshoren është vërtet shenja që ndikohet shumë herë më tepër gjatë së jave. E ka në dorë vetë pra, se si ndikohet, është komplet dorë në tyre. Se si bën zgjidhjet. Okej. Tani jemi tek akrepi. Akrepi ka drejtuesin e tyre në retrograd. Kjo është diçka që do të vazhdoj për një periudhë të gjatë, por këtë javë do ta ndiejmë vërtet shumë. Arsye që po e ndiejnë është sepse kemi kalimet planetare në këto momente, është shumë aktivizuar dhe nga Urani, i cili ndodhet te grada e fundit e Demit. Kjo për shenjën e akrepit do të thënë një rritje shumë e madhe, një zërim shumë i madh i jenës së tyre, por nuk dinë se çfarë të bëjnë, prandaj duhet të jenë vërtet shumë të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm për atë çfarë bëjnë. Mund të kemi hyrje shumë të mëdha materiale dhe këto do të vinë në përgjithësi nga bashkëpunime, por normalisht duhet të jemi të vetëdijshëm se si veprojmë pra. Duhet të jemi vërtet shumë të kujdesshëm. Ndërkohë që për shenjën e akrepit, rrugë dalja do të jetë puna, ose më të themi fokusimi i tyre në karrierë. Gjatë kësaj jave, ajo çfarë mund të bëjnë, realizimi i tyre si individ është shumë më i rëndësishëm dhe do të këshilloj që të jetë fokusi i tyre kryesor. Ndërkohë që nëse marrin riske të panevojshme, nëse u udhëtojnë, sidomos nëse kemi probleme me daljen jashtë shtetit dhe fiksohen aty, apo nëse dëshironi që të merrni një trajnim, por nuk po ju ecën mbar dhe fiksohen aty, kjo është pika ku do të bëhet vërtet shumë problematike. Pra nëse diçka në këto momente nuk funksionon, do të këshilloj që të ktheheni pyet në diçka tjetër. Gjithsesi, mund të ndodhi komplet e kundërta, pra në qoftë se deri tani nuk e kishin fare në mendje, për shembull, mund të dalë përpara një mundësi për të pasur një trajnim të ri, për të kryer ose për të mësuar një kulturë të re, etj. Alternativa pra. Mund të shohim të vëmendshëm ndaj alternativave. Po, dhe mbi të gjitha duhet të jenë më tepër të fokusuar te karriera e tyre, të bëjnë zgjedhjet e duhura. Pra, a është kjo karrierë që unë dua të mbaj të vazhdoj, a është kjo mënyrë se si unë dua ta bëj, etj. Fokusimi duhet të jetë në përgjithësi për karrierë dhe të pozicionit që ata kanë në shoqëri. Po, dhe janë këto pyetje që ngre pastaj. Okej, tani jemi tek shigjetari? Po, shigjetari, për shenjën e shigjetarit kemi një javë goxha të ngjeshur, sepse çdo ditë duhet të jenë të vëmendshëm për çdo hap që hedhin. Nëse nuk kemi të vëmendshëm, këtë do ta kuptojmë në fundjavë. Kjo është edhe problemi që do të ketë shigjetari, shenja e shigjetarit. Tani si duhet të veprojmë? Si. Pjesa që do ju gëzojmë më shumë është se udhëtimet për shigjetarin janë rrugdalje. Rrugdalje. Si gjithmonë. Okej. Janë në fushën e tyre. Po pra, në këto moment është vërtet në fushën e tyre dhe këto udhëtime do të jenë vërtet shumë pozitive. Mund të kemi bile edhe prezantime me informacione të reja, me kultura të reja, që edhe kjo pëlqen shumë shenjës së shigjetarit, por do të kenë një zërim vërtet shumë të madh gjatë kësaj jave. Tani ku duhet të jenë të vëmendshëm? Kjo është pak problematike në lidhje me bashkëpunimet. Okej. Në këtë pikë duhet të jemi shumë të vëmendshëm, në lidhje me argjimet, edhe këtu duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm. E qartë. Do mundohem. Po e them në këtë mënyrë, mund të kemi zhgënjime në lidhje me këto tema për shenjën e shigjetar, prandaj duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Mund të kemi një rënje në vetvlerësim. Kjo është edhe pjesa më e vështirë që ata mund të ndiejnë. Dhe në të njëjtën kohë, ajo çfarë do t'ju këshilloja, do të ishte që gjatë kësaj jave të fokusohen pak më tepër tek jeta e tyre personale. Ndoshta të qëndrojnë pak më larg shoqërisë, sepse dhe kjo është një temë të cilën mund të bëhet pak problematike. Sidomos ditën e mërkurë dhe të njëjtë, këto ta këshilloj shumë. Në qoftë se hedhim çdo hap të vëmendshëm dhe çdo vendim që e marrim jemi të vetëdijshëm, në fundjavë do të marrim shpërblimin. Nëse nuk e bëjmë këtë, pra nëse nuk marrim përgjegjësi për veten dhe për jetën tonë, normale që në fundjavë pasojë. Po. E gjitha. E qartë, mirë, me që se të pyetëm nga cëpan shumë deri tani, të japim pak reklama që tjetër. E pas taj këtej. U rikëthujem, jemi në studio dhe nisim me njëherë me shenjën e radhës, që është Bricjapi, apo jo? Okej, super. Mbaron shigjetarin. Po, mbaron shigjetarin, Bricjapi, si do tjetë nisja e muajt e tim? Bricjapi këtë javë do t'jenë ndryshe nga natyra e tij, normale që mund t'jenë pak më të qetë, janë pak më zyrtar, janë më tepër të fokusuar tek puna, sepse gjatë kësaj jave janë vërtet shumë impulsiv. Kjo është edhe gjë që nuk duhet të bëjnë normalisht. Duhet të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm dhe për shenjën e shigjetarit nuk është ndryshe. Problemi për ta do të jetë, ose më të themi, do të fillojnë, mund të kemi probleme me karrierën, ose mund të kemi probleme edhe në shtëpi, ku mund të them probleme brenda shtëpisë mund të jenë edhe më të mëdha, dhe këto do të përkthehen në probleme të rëndësishme që kanë me partneritetet, me personat që kanë jetën e tyre,
personat të cilët nuk kanë, pra asnjëherë nga këtyre do të shpreh tek vetja e tyre. Në këtë rast do të kemi probleme të rëndësishme, këto mund të shprehen si në shëndetin. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në shpërtime emocionale, mund të prek shumë familje në këtë rast, pra do t'i marrim gjithë me radhë. Për këtë arsye, domethënë rrugdalja për shenjën e Bricjapit do të jetë një fokusim më i madh tek bota e tyre e brendshme. Të jemi pak më të vetëdijshëm. Në të njëjtën kohë, në qoftë se fokusohemi edhe tek zgjerimi jonë shpirtëror në këtë rast, do të jetë më të afër të perceptuar që gjitha këto probleme që po ndodhin në këto momente faktikisht janë thjesht kalimtare dhe kjo do t'i ndihmojë normalisht që ti perceptojnë të tilla dhe të bëjnë zgjidhje më të matura ashtu siç është dhe natyra e tyre vërtet. Tani nëse i bëjmë këto lloj zgjidhjesh, çfarë do të ndodhë? Jemi në periudhën ku mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe si në anën e tyre ekonomike, po ashtu në karrierën e tyre, e njëjta që është e vlefshme dhe në krijimin e familjes, për shenjën e Bricjapit. Pra është komplet në dorën e tyre dhe janë në dy skaje. Domethënë është vërtet edhe kjo një lloj siç është edhe te peshorja, duke qenë se shenjat kardinale gjatë kësaj jave janë shumë të prekura, të sfiduara. Shumë. Domethënë do të jemi shumë. Është Denisa shumë. Jashtëzakonisht shumë. Jo, vërtet jashtëzakonisht shumë, prandaj do të jemi 100% të vetëdijshëm gjatë kësaj jave. 100%, nuk ka. S'ka rrugëzgjidhje. Për rejnë edhe nga Bricjapi. Edhe nga Bricjapi, edhe nga Dashi, unë më mirë vale e bora, të mbyllem në shtëpi më mirë këtë javë. Edhe mbyllem në shtëpi nuk... Jo, po puna është kjo javë të rriste, pra të rritë vetdijen, të rritë personin, të është... Pra duhet i përballoj vështirësitë që të më rrisin gjatë kësaj jave. Këtë kuptova deri tani. Po shumë e vërtet, por se duhet të kuptojmë se cilat janë zakonet tonë ose veset tona. Dhe për mua vështirë ishte, edhe Dashi dhe shigjetari, nuk është se kishte ndonjë mrekulli brenda. Po pse për shembull nuk rritemi ne duke pasur të mira? Do të marrim një psikolog që ta diskutojmë. E vërtet, kam shumë pyetje. Personalisht, ecim tek ujori? Po, ecim tek ujori. Për shenjën e ujorit gjatë kësaj jave, shenja e ujorit është një sfidë shumë të madhe brenda vetes së tyre. Kemi ne Uranin, i cili është në gradin e fundit të Demit, dhe kjo e thash disa herë, ne kam thënë disa herë, domethënë që është një grad shumë e rëndësishme dhe e vështirë. Normalisht që për shembull ujori kjo do të përkthehet në shpërthime shumë të mëdha emocionale dhe për ta dhe sfidën më të madhe do të kemë për të kontrolluar emocionet e tyre dhe veprimet e tyre. Gjatë kësaj jave, për shenjën e ujorit, po e them në këtë mënyrë, rrugdalë do të jetë që të kalojnë kohë me personat që ata duan më tepër, me personat që e ndjejnë veten më mirë. Nëse jemi në një lidhje, sinqerisht jo këshilloj që të kaloni kohë me partnerët tuaj. Sinqerisht. Jo këshilloj. Është një mënyrë vërtet shumë efikase për të ndjerë veten më të vlerësuar dhe për të gjetur rrugdaljen pra nga gjithë stresi dhe që mund të kemi gjatë javës. Ndërkohë që në qoftë se nuk e bëjmë këtë, problemi ku do të jetë? Problemi do të shfaqet tek shëndeti. Do të reflektohet direkt, sepse nuk do t'jenë të aftë që të përzjedhin mirë se cilat e ngjërat e dobishme për ta dhe të shëndetshme për ta. Mund të rikthehen te rutinat e tyre të pashëndetshme. Po. Po i përmendë Rominës që do kaloni kohë me partnerin me kështu për durata këtë javë. Po, është javë e rëndësishme. Për durata këtë javë, Romina. Dhe Romina ka ditinin këtë javë. Po, është java jonë. Pra, kjo është rrugdalja, problemi siç e thash tek shëndeti, ose mund të kemi edhe probleme edhe tek vendi punës, sepse nuk do të jemi shumë efikas. Pra, në qoftë se jemi të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm çdo veprim që bëjmë, do të jemi shumë efikas. Dhe kjo do të ndihmojë shumë edhe në rritjen e karrierës, pra do. Është automatikisht. Po. E qartë. Okej, jemi tek peshqit. Jemi në një fazë vërtet, domethënë, për shëndetin e peshqve në këtë pikpamje më vjen keq sepse faktikisht ka një fat shumë të madh dhe ka shumë mundësi që i dalin përpara. Problemi është se nuk e di se sa të aftë janë për t'i përdorur këto. Ku do të kemi problem? Problemi do të kemi pikërisht gjatë kësaj jave tek marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre, po njëjta gjë është e vlefshme dhe problemi i madh që do të kenë është se do të kemë shumë më tepër besim se çfarë duhet tek fati që ata kanë. Dhe kjo normalisht mund të bëjë ata që të marrin riske të panevojshme, e njëjta gjë këtë po e nënvizoj për personat të cilët në këto momente janë tek shenja e peshqve dhe janë shtatzana, do t'i këshilloj sidomos ditën e sotme që të jenë më të vëmendshëm.
Po, vazhdojmë. Ndërkohë që mund të kemi fillimin e lidhjeve të reja që janë të pashëndetshme sepse nuk janë shumë, në qoftë se nuk kemi të vetëdijshëm gjithmonë. Pra mund të fillojnë një lidhje sepse ka një kohë shumë të gjatë që nuk kanë një person jetën e tyre. Për këtë arsye mund të fillojnë një lidhje, por këto nuk janë gjithmonë pozitive. Cila është rrugdalja për ta? Rrugdalja për ta është puna. Domethënë, ajo çfarë bëjnë në përditshmëri, të vazhdojnë rutinën e tyre me përpikshmëri, më duhet të them. Shumë interesante. Për gjithësirët ka qenë alternativë gjithçka tjetër që mund të jetë relaks ose argëtim, ndërsa për peshqit është puna. Është puna, po. Ata duhet fokusohen tek puna. Gjithsej javë mund të jenë shumë kreativ, mund të gjejnë zgjidhje vërtet shumë kreative për çfarë do të punë që bëjnë, çfarë do të jetë profesionin e tyre. Mund të shkurtojnë shumë kohën dhe për gjërat që bëjnë, sepse do të jenë vërtet shumë të aftë për të prodhuar gjithsej javë. Kjo është edhe arsye që nëse fokusohen tek puna, faktikisht do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe, sepse automatikisht rritje në karrierë, kjo do të thotë edhe një rritje nga ana ekonomike, një vetvlerësim më i lartë e të tjerë. Pra, në qoftë se fokusohemi tek kjo temë, do ta kemi shumë më të thjeshtë. Pra, në më që ta lejmë gjërat në duart të fatit, i marrin vetë në dorë. Përshëndetjen e peshqve është vërtet shumë efektive. Okej, super. Mund të them diçka për muajin? Kush mund të jetë favorit ndoshta, kujt do të ndryshojnë vendime shumë të rëndësishme ndoshta? Shenja që do të jetë favorit për muajin është shenja kafores, për muajin korik. Është vërtet është fatë. E kundërta do ishte. E kundërta do ishte. Po i them shenjat të cilat do të jenë me pikat ku do të jenë me fat, faktikisht shenjat kardinale tashmë do të fillojnë që të jenë me fat. Domethënë, duke filluar nga 7 koriku e tutje, do të jemi të gjithë më të çliruar, jo vetëm shenja kardinale, por shenja kardinale këtu ta ndjejmë pak më tepër. Kemi kalimin në retrograd të Neptunit tek shenja e Dashit, për këtë arsye mund të kemi një periudhë në të cilën, sidomos java e parë që po jetojmë, mund të jemi pak në ajër, nuk din se ku të qëndrojnë, por pas kësaj do të jemi shumë më pozitiv edhe për ta. Do të kemi rregullimin e marrëdhënieve ose problemeve që mund të kemi brenda banesës, rritjen e mirëqenie goxha të madhe për Dashin, bile shumë më tepër se sa mund të jetë për gaforen për shembull. Këto gjithmonë bëhet fjalë në lidhje me tematikat që kanë të bëjnë me banesën ose me familjen. Ndërkohë që mirëqenia të përgjithshme ka gafori. Bravo. Të paçim. Bravo. Faleminderit shumë, Belisa. Faleminderit shumë një javë edhe një muaj gjithashtu sa më të pak. Pas një ditë fantastike sot. Mbi gjitha sot. Kalofsa më mirë. Gëzo, festo. Do mbushesh me dhurata. Po. Ikim në reklama dhe kthehemi pas pak me të tjerë të ftuar. Jemi rikthyer, jemi në studio dhe me të vërtetë që e ftuara është nga ato që për mendimin tim ka shënuar një lloj historie shumë të lezetshme. Disa e quajtën çmenduri të bukur, disa të tjerë qeshën, disa e shpërndan masivisht, derisa arritën ta bëjnë videon e saj një ndër videot më virale të rrjetit. Dhe bëhet fjalë për një video që do ta ndjekim edhe pak më vonë të gjithë bashkë, ku rrugëve të Gjermanisë për ta thjeshtësuar jetesën, ndoshta i vuri emra rrugësh ose vendesh në Shqipëri. Keida Driza, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Shumë komplimenta për idenë. Faleminderit. Si nisi gjithë ideja, apo një shaka me shoqesh për të gjetur lokacionin sa më shpejt? Edhe kjo, sepse është pak vështirë të bash mend emrat e rrugëve që kanë në gjuhën gjermane, por edhe në një farë forme për të shuar atë mallin e vendit ton ku jemi rritur. Dhe duke qenë se këto ndërtesat, rrugët në ngjanin pak ndoshta në backgroundin e mendjes time, jo patjetër. Më bën na bën. Kishte ngjashmëri, po. Kishte ndoshta edhe pak ngjashmëri që të bënim këtë lojë dhe sa herë takoheshim me njëra tjetrën. Si rat në një mendje? Ishte në lokacion të ishte kollaj. Ishte kollaj, thjesht do ta quajmë, kjo është rruga e Durrësit për shembull. Kjo është e Kavajës. Jo, në fakt ke të drejtë, se dhe ne kur e pam videon tha, "Ua, fiks, duket si e njëjta ndërtesë." Kishte shumë ngjashmëri. Po, urë tabak, çai kishte. A kishte një emër, kaq të vështirë janë emrat e rrugëve aty dhe një emër që ju nuk e fiksoni dot, nëse e ke fiksuar tashmë? Vështirësia nuk qëndron thjesht aty, më shumë ka të bëjë me përkatësinë. Kur ne kalojmë të ato rrugët, duam të krijojmë kujtime, duam të krijojmë ndjesi, siç kemi në rrugët tona. Po. Dhe ka një gjë që të mos duket që po flasim në ajër, ta ndjekim videon edhe ta shihni dhe ju për çfarë bëhet fjalë. Ne kemi sill Tiranën në Gjermani, sepse i kemi vënë emër të gjithë rrugëve të këtij qyteti ku jetoj,
Nisë si qatë në emrat e rrugën në Shqipëri. Tani unë I kam të shtrijat një mbaj mëndë emrat të Mainzer Strasse, Müller Strasse. Kështu që për t'ja lehtësuar jetën vetes, kemi menduar bashkë me shoqet e mia që t'i vendosim emrat e rrugëve të Tiranës, rrugëve të qytetit ku jetoj në Gjermani. Për shembull tani e kam lënë për të takuar shoqen tek 15 Kaçi. Do ju tregoj tani sa të afrohem te 15 Kaçi I qytetit ku unë jetoj. Për momentin po kaloj te rruga Kavajës. Kjo është rruga Kavajës këtu, sepse ka këtë pjesën këtu në mes, që ka rruga e Kavajës. Kjo këtu është shkolla Shemal Stafa. Kjo pjesa këtu është Astiri, sepse nuk e di pse, thjesht është kjo ura këtu. Këtu është ura e tabakëve. Kjo këtu është rruga e Durrësit. Më pëlqen kjo rruga, edhe nga që kam jetuar vetë rruga e Durrësit në Tiranë, më pëlqen ta lidh me këtë rrugën këtu. Tashmë ndodhem tek 15 Kaçi. Ky është 15 Kaçi ku pres shoqën time për të takuar. Kështu ja kemi vënë emrin sepse realisht ngjan shumë me 15 Kaçin, po në fakt janë thjesht zyra. Po kjo më ngjan. Kjo ngjan me atë si ndërtesë që kanë bërë aty përballë 15 Kaçit. Tani le të shkojmë te bloku. Nuk janë aq bukur njerëzit sa që janë me vërtet në blok, por përpiqen të mbahen edhe këtu, të vishën, të shtunave edhe të premteve. Këtu është drejt e bloku. Bloku këtu, ndryshe nga mosha që vinë nga Shqipëri, këtu ka në tepër njerëz të moshave punëtor. Ja, këto lokale të cilat janë super bosh tani. Ky është një restorant italian, kanë lounge, por si do shikoni njerëzit janë në punë ose në shtëpi nga që shkohet jo më që mirë, edhe kjo është një burgerhane. Edhe kjo është një Irish pub që mbushet plot me amerikan, ato është për të hëngër, edhe kjo është një lounge. Pra edhe në që me të gjiro të shpejta këtu, fantastike. Wow. Lokacioni ku takoheni me gocat më shpesh? Po, te bloku. Po që është ai blok. Si ngjason fare bloku Ja, tonë? nuk ngjason vërtet. Edhe kështu nisi e gjitha. Kështu nisi, po. Dhe më pas ti e peshu bë virale, pe që pati reagim nga njerëzit, ishte një gjë që ta deshën shumë këtë spontanitetin dhe edhe sensin e humorit, të thënë në një farë mënyre. Përpos faktit që, se duhet ta përmend patjetër, do të falenderoj publikisht që erdhe posaçërisht për në emision dhe faleminderit shumë se i edhe pa gjumë. Faleminderit shumë për ftesën. Po, mbrëm në orën 3 të natës kam arritur me ato me fëmijë vogël, me këto vështirësi të udhëtimit, edhe u zgjova me shumë kënaqësi për të ardhur. Pra ke ardhur nga Gjermania. Po. Është qartë. Një Por gjë si që- ke ikur ti në Gjermani? Okej, po. Si kemi ikur në valën e emigrantëve, nuk kam shumë vite, 3 vite kam, më shumë për ta provuar si eksperiencë, jo nga nevoja ose jo nga një vështirësi e caktuar. Dikush nga ju ka qenë, ishte më përpara jetonte në Gjermani? Një plot, edhe familjari imja, motra, e cila ka jetuar dhe ka studiuar 5 vite në Gjermani, dhe është kthyer në fakt aktualisht jeton në Shqipëri dhe shumë e lumtur. Dhe madje është në krahun e kundërt ku më tërheq vazhdimisht për të kthyer, sepse kjo është një nga dilemat më të mëdha që kam unë, por besoj që edhe shumë emigrantë të tjerë me të cilët kam kontakt të vazhdueshëm, mesazhe, më shkruajnë për dilemat e tyre, më shkruajnë për frigrat e kthimit nëse mendojnë të kthehen apo jo. Se ke këtë dilemë për të kthyer? E ke mbi të gjitha nga malli që ti ke për Shqipërinë, apo nga të mësuarit që mbase nuk është mosha e duhur për të mësuar me një emigracion, sidomos kur mbase nuk e ke pasur të nevojshme për t'ikur? Mendoj që dilema më madhe vjen nga mungesa e përkatësisë. Mendoj për të mësuar, njeriu mund mësohet në çfarëdo lloj moshe. Mjafton të ketë dëshirën dhe duhet të mësoj gjuhën, të përshtatet me kulturën, por kërkon është një periudhë shumë e gjatë kohe që ti të ndihesh, dhe ndoshta edhe nuk ndihesh kurrë si vendasit. Prandaj ajo që më bën të kem këtë dilemë më shumë është përkatësia, është mungesa e njerëzve të afërm, pavarësisht se atje kam krijuar rrethin tim social, të cilët janë të ngjashëm me mënyrën se si unë e perceptoj jetën dhe se si dua ta shijoj dhe të jap vlera familjes time, fëmijëve të mi, të rriten me njerëz me të njëjtat vlera, por prapse dashuria e gjyshërve është ajo që mungon, dashuria
të afërmve të tjerë, motra, stime, vllajt, njerëzit e tjerë. Dhe kjo është ajo që të mban me një këmbë atje dhe me një këmbë këtu. Pra ju ikët me mendimi dhe me mendjen për të kthyer sërish. Duke qenë se ti ishe në profesion, ishe mësuese këtu apo jo? Ushtrove profesionin si mësuese anglishte, dhe ndërkohë atje je ende duke mësuar gjuhën. Po, atje jam akoma në fazat fillestare të çdo emigranti që është mësimi i gjuhës, sepse duhet ta mësosh në një nivel të caktuar për të punuar në profesion. Dhe jam në këto faza akoma, sigurisht që kërkon kohën e saj për të përshtatur siç duhet, por përsëri dëshira është gjithmonë e lëkundur, nëse po bëj gjën e duhur apo nëse jo. E përjetove këtë faktin që këtu ishe mësuese, kishe jetën tënde, ishe në profesion, ndërkohë atje duhet ja nisësh nga zero. E përjetova shumë sepse nga një jetë tepër aktive këtu, nga mëngjesi në darkë me kontakte, me miq, me familjar, me njerëz, shkon atje mbyllesh brenda mureve të shtëpisë, vetëm me fëmijën tënde, me bashortin, krijon dhe rrethin social tënd, po kjo është graduale, nuk është diçka që të shpëtojë. Ditët e para sa herë ke menduar që të kthehesh? Mund të them që pjesa ndoshta e ankthit që ndjeja nga vetmia ka qenë e përditshme dhe e vazhdueshme. Viti i parë gjithmonë më i vështirë, është tranzicion emocional shumë i madh. Si përshtatet ti me ftohtësinë gjermane? Me ftohtësinë nuk jam përshtatur akoma, dhe jo me kohën patjetër, por me mënyrën se si janë njerëzit të gatuar, janë pak më egocentrik, më të mbyllur në veten e tyre, dhe sigurisht ndonjëherë përballen njerëzit të cilët janë të huaj edhe me situata jo shumë të këndshme. Ka pasur një ngjarje mbase që ti e veçon gjatë këtyre viteve që ti je atje, një ngjarje që ty të ka bërë të ndihesh veçanërisht jo mirë, pra që ta kesh të ndarë veç mas të tjerave? Mund të them që nuk më kujtohet një ngjarje konkrete tani fiksator kur duhet, ndoshta të vjen se mund të kem disa ngjarje të ndryshme. Më së shumti vetmia në përparqe sa herë që çoj djalin, sado që përflitet shumë dhe idealizohet shumë jeta tepër e qetë, dhe është e vërtetë që është tepër e qetë dhe e sigurt në shumë drejtime, por duhet vjen balancë edhe lumturia, edhe socializimi me njerëzit, dhe të cilat mungojnë, mund të dalësh ndonjëherë në Shqipëri, paktën eksperienca ime, njeriu nuk kam nevojë të kem një arsye për të ndjerë lumtur. Pra, thjesht një xhiro në rrugën e Durrësit mund të më japi lumturi, ndërsa atje gjithmonë duhet të gjej një arsye, them, ok, sot u ndjeva lumtur sepse kalova mirë dhe piva kafe me këto miq, ose sot u ndjeva lumtur, pra duhet të gjej një formë për ta mbushur bushllëkun e vetmisë që ta jep vendi në mënyrë të pakuptueshme. Pra duhet të bësh pak më shumë sforco se sa mund të bëje nëse do ishe në Shqipëri. Ama duket sikur ka më tepër kohë ndoshta edhe për familjen, për kohën tënde me djalin, se po të ishe këtu, do ishe në punë dhe nuk do ta kishe ndoshta. Sigurisht, ka dhe anë të mira, të cilat këto janë dhe arsyet pse na mbajnë atje, pra anët pozitive të tjetuarit atje. Unë mendoj që çdo kush ka mënyra se si e percepton çdo kush jetesën e emigrim, ka të bëjë edhe me faktin se nga vjen, nga çfarë situate dhe rrethane jetë vjen, sepse çdo kush ka një histori, dikush ka ikur nga një e keqe domosdoshme dhe mund të ndihet te mase i plotësuar dhe i lumtur. Dikush ka lënë këtu diçka për të cilën ka qenë shumë i përmbushur, pra një punë të kënaqshme, një pozicion, sepse njeriu që ndihet i lumtur duhet edhe të ketë një përmbushje edhe në punën që bën. Pra me pak kur do rikthehen ju, se që do e bindesh burrin me këto. Burri është më i bindur se unë, po. Vërtet, okay. Balanci ka qenë njëherë tërhiq njëri, njëherë mos e kput tjetri. Vetëm që hë t'i japim një mundësi, hë t'i japim. Unë njoh shumë dhe që janë kthyer. Po, pra, aq më tepër që ke rastin e motrës tënde. Po, familje. Po, familja në këtë rast çfarë thotë? Çfarë thot mami, çfarë thot babi? Prindrit e mi kanë jetuar në Shqipëri gjithmonë, por prej 4 vitesh kanë bërë një mision ushtarak në Kroaci dhe e provuan emigrimin në një formë totalisht tjetër, sepse është komplet me punë, me gjithçka të gati, por aty e kuptuan vetmin dhe ndjesinë e mospërkatësisë. Edhe nga kjo tani
nga shtysa më e madhe që kanë qenë për ne për të shkuar në emigrim dhe për të na dhënë atë rrugën e duhur që të shkonin në Europë, të shkollohen fëmijët atje, të keni një mundësi më të madhe. Tani sigurisht që për te malli që kanë si prindër, është dhe dëshira e tyre që ne mendojnë që ne mund të jemi pak më të lumtur këto, se e gjithë lufta që njeriu bën në jetë është që të arrijë lumturinë. Dikush arrin në një formë, dikush në një formë tjetër, secili ka botën e tij, se si e percepton këtë. Patjetër. Dhe ti arritsh lumturinë ku të duash, se ti vjen ka shpesh në Shqipëri, sa që arrin ta bësh të balancën në jetën tënde. Faleminderit shumë që erdhe. Ishte shumë kënaqësi. Kur të vendosësh emra të tjerë rrugës na njoftosh që ta dim, se jo për gjë, po kur të vim në Gjermani ta dim që ku po kalojmë, ti themi të shqiptarizuar ato emra, mos i themi kështu me emra gjerman. Faleminderit shumë që ishte kënaqësi. Faleminderit dhe pushime të mbara. Faleminderit shumë. Ikim në reklama, kthehemi pas pak. Jemi në studio dhe tani do të flasim për një ndër ngjarjet që në fakt ka filluar të ketë një lloj masiviteti për të ardhur keq, sepse sa herë që hapet sezoni turistik dhe sa herë që fillon plazhi, ka patjetër pa diskutim lajme jo të mira që vijnë nga siguria e pushuesve në plazh dhe jo vetëm. Këtu hyn në dilemë pastaj siguria, vrojtuesit, pjesa e ndihmës së parë, e asistencës që bëhet, janë apo s'janë aty në dispozicion dhe gjithçka me radhë. Por do t'i flasim ditën e sotme, marr shkastet nga ngjarjet e ditës së djeshme, që kështu me instruktorin nga Federata Shqiptare e Shpëtimit të Jetës, Festim Sulaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Festim. Mirëmëngjes, Festim. A dëgjon? Po. Okej, se s'po të dëgjonim ty mirë prandaj. Besoj gjithkohës si azhurnuar me lajmet e fundit se çfarë po ndodh nga Bregdeti shqiptar. Po, duke qenë se kemi dhe grupet e komunikimit me vrojtuesit që kemi në terren, domethënë në çdo moment e marrim vesh lajme dhe informacione se çfarë ka ndodhur në Bregdetin shqiptar. Po, gjatë azhurnimeve të fundit që ti ke pasur së paku, edhe gjatë atyre gjërave, lajmeve që ne i kemi parë dje, si mendon që ka qenë situata reale, na jep një këndvështrim tëndin të fataliteteve që për fat të keq që kemi pasur gjatë ditës djeshme? Duke qenë se aty ku ka ndodhur ngjarja ne nuk kemi pasur asnjë vrojtues në terren, domethënë kemi thjesht informacione që kemi marrë nga media. Nuk është se kemi në informacion të detajuar se si ka ndodhur, se si ka qenë ngjarja. Kujdes ka qenë një plazh i pambuluar me vrojtues plazhi. Dhe si ka mundësi, si ndodh kjo? Pra ju i përcaktoni ose përcaktojnë vrojtuesit e plazhit ku qëndrojnë, nuk janë të gjithë vijnë bregdetare, pyetje për ta ditë. Po. Në bazë të VKM-s, të një vendimi të Këshillit të Ministrave, është e përcaktuar ligjërisht se ku vendoset vrojtuesi i plazhit. Por duke qenë se dyshohet se ka qenë një plazh publik, ka qenë i pamonitoruar me vrojtues plazhi. Po, se ju keni pasur në fakt edhe një njoftim zyrtar, një reagim në faqen tuaj zyrtare në Instagram dhe Facebook, ku thonit në fakt që nuk ka pasur vrojtues plazhi, por në fakt jo të gjitha këto ngjarje tragjike kanë qenë për shkak të mbytjeve, kanë qenë për shkak edhe të infarkteve, të paktën aq sa është publikuar edhe në media. Cila është detyra e një vrojtuesi të plazhit? A është i përgatitur ai për të dhënë edhe ndihmën e parë? Përveç monitorimit dhe nxjerrjes së personit të rrezikuar të mbytur, vrojtuesi i plazhit është i mirë trajnuar për të dhënë ndihmën e parë mjekësore në tokë. Në çfarë hapësire duhet vrojtuesi i plazhit të ketë për sa i përket territorit tek i cili ai duhet të survejojë? Atëherë, çdo vrojtues plazhi sipas VKM-s është i vendosur në sipas që është VKM europiane, është i vendosur në 80 metra vi linjare larg nga njëri tjetri. Larg nga njëri tjetri. Edhe një herë lutem, sa metra the? Çdo 80 metra vi linjare paralel me bregun. Po pse ndodhin këto mungesa? Shpeshherë çdo sezon përflitet për mungesë të vrojtuesve në plazh, ndërkohë që në njoftime zyrtare personat janë, njerëzit e trajnuar janë. Pse nuk vendosen? Atëherë, duke qenë sepse mungojnë edhe kontrollet e mirëfillta, do të thotë që vrojtuesi i plazhit dhe mund të jetë, por plazhet publike në thujse në të gjithë Shqipërinë janë të pamonitoruar nga vrojtuesi. Ja, të ndalemi këtu, Festim, nëse mundesh, sepse kjo më bëri shumë përshtypje. Pra, ku ka zona publike ose plazhi publik, nuk ka vrojtues, dhe pse ndodh kjo? Sepse merret pjesa e privatit që i merr këta vrojtues?
Nuk është problemi tek pjesa e privatit, problemi më i madh është tek pjesa e bashkive të cilat nuk kanë arritur që të mirë organizohen ose të krijojnë ato kushtet për të punësuar ose trajnuar vrejtuesit e plazhit që jenë të pozicionin e punës. Atëherë ka një mos koordinim mes bashkive dhe federatës, po thua? Prandaj ndodh kjo? Po. Sepse bashkitë minimalisht shkojnë vendosin dhe një tabelë ku thot plazh publik dhe nuk monitorohet me vrejtues plazhi, që do të thotë që heq të gjithë përgjegjësinë nga vetja dhe e kalon direkt te pushuesi. Po pra në një plazh publik tek i cili të gjithë mund të vendosin çadrat e tyre, nuk ka vrejtues plazhi, pse duhet ndodhi, domethënë, se këtë akoma nuk po e kuptojmë. Shiko, kjo është diçka, domethënë që çfarë ndodh me bashkinë e Tiranës? Keni pasur ju komunikim me bashkinë? Të gjithë bashkive bregdetare përpara fillimit të sezonit, ne jemi munduar të kontaktojmë me gjithë bashkitë bregdetare, por kemi pasur një reagim zero nga bashkitë dhe do thotë që nuk e kanë interesin që të plotësojnë të kushtet për vrejtuesit e plazhit. Pra, automatikisht orientimi bëhet tek plazhet private. Automatikisht, sepse një njeri do shkojë në vend është i siguruar. Në të gjitha deklaratat në cilat ne japim, nëpër media dhe gjitha, ju sugjerojmë të gjithë pushuesve që të zgjedhin plazhet ku është vrojtuesi i plazhit. Është shumë lehtësisht i dallueshëm pasi ka uniformën dhe dallohet. Është i vetmi person që është i certifikuar dhe i trajnuar për të shpëtuar jetën në ujë dhe për të dhënë ndihmën e parë mjekësore. Në mbritjen e ambulancës. Pse kanë këtë lloj neglizhence bashkitë? Ndoshta është një tender më vete dhe janë paga të larta për të menaxhuar në këtë aspekt, sa mund të shkojë paga e një vrojtuesi të plazhit? Te kjo pjesë nuk mund t'jap dot një përgjigje pasi nuk është në kompetencën tonë që të flasim për bashkitë. Po, besoj mund të ma thuar sa është paga minimale të paktën apo maksimale një vrojtuesi të plazhit. Varion diku ke 1 milion ose 1.000 euro në muaj. Nuk e marrë shumë parasysh këtu që rrezikojnë edhe jetën, edhe kur nuk i di se çfarë mund të ndodhë, dhe ne kemi parë edhe raste të vetë personave që kanë dashur të shpëtojnë njerëzit që janë të rrezikuar, pushuesit që janë të rrezikuar dhe kanë rrezikuar dhe jetën e vet. Pra ka një lloj vështirësie kjo punë, nuk është kaq e thjeshtë vetëm të jesh vrojtues plazhi. Nuk është e thjeshtë që të bësh pozicionin e vrojtuesit plazhit, pasi edhe oraret janë goxhat të zgjatura, sidomos ditët që është shtuna dhe diela, ku është plazhi është i mbi populluar, ne kemi edhe 8 zgjatje të orarit, që na shkon diku ke 10-11 orë. Po, ndërkohë festim, unë gjithmonë e kam bërë këtë pyetjen, përse ka lajme të tilla gjithmonë nga, le të themi, nga Gjirilalzit, Durrësi, Shkëmbikavajës dhe jo nga jugu i Shqipërisë? Duke qenë se plazhet e Adriatikut janë plazhe rënore dhe kanë atë fenomenin e rrymave që krijojnë dhe gropat me anë të transportimit tyre, ndërsa plazhet e jugut janë plazhe me thellësi të menjëhershme. Dhe të gjithë njerëzit mundohet që të ruajnë. A ka në Shqipëri tabela lajmëruese që këtu ka gropa thithse, këtu ka ndoshta vendosje ku janë bërë punime që rëra është hedhur sipër? Vrojtuesi në plazhet që janë monitoruar nga vrojtuesi i plazhit, domethënë vrojtuesi i plazhit çdo mëngjes e kontrollon të gjithë terrenin e vet dhe di se ku janë gropat dhe arrin të shmangë edhe me anë të pushuesve, duke sinjalizuar se ku ndodhen gropat dhe duke i mbajtur në vëzhgim gjithmonë personat që nuk janë të aftën në të. Dhe sa binden pushuesit në këtë rast? Ka filluar që të ketë një trend të bindjes, sepse dikur nuk na dëgjoshin, por tash kanë filluar që të dëgjojnë, sidomos ditën e dieshme dhe të paradieshme, ku dallgët ka qenë një rrezik shumë i madh, kemi pasur një bindje nga pushues. Kanë qenë të pak pushues që janë futur në det që nuk bindeshin. E qartë, po në rastin e mbytjes, pra siç edhe po e diskutonim, nuk ka të bëjë thjesht të diturit të notit, pra sepse shpeshherë njerëzit e ngatrojnë dhe thonë që ne dim not ose personi në fjalë ka ditur not, po si ka mundësi që është mbytur teksa ai ka ditur të notoj. Pra kjo është ajo dilema që ndodh gjithmonë tek njerëzit përsa i përket rasteve të fataliteteve nga mbytjet. Problemi më i madh është që të dish edhe dalësh nga gropat ndërmjetore ose nga rrymat, pasi krijohen 2 rryma paralele nga bregu dhe shumë e vështirë, sado që mund të jesh një notar shumë i mirë, është shumë e vështirë dalja. Dhe duke qenë se lodhet në ato momente, personit i hyn paniku dhe ka frika e mbytjes. Çfarë mund të bëhet në atë moment? Nëse je këtu, të japësh një udhëzim për njerëzit. Po, në momentin që ndodhet ndërmjet 2 rrymave ose që krijohen gropat, veprimi i parë që duhet bësh është ta lesh trupin e lirë dhe të kuptosh ku e ka daljen. Që do thot me një bretkos shumë të lehtë ti mund dalësh me një bretkos para lehtë.
dhe të mos tentosh krolin ose forcën, sepse do lodhesh dhe nuk do arrish të dalësh. Të jenë në notim kundra rrymës. Duhet gjesh momentin e duhur në një metrshin ose 2 metrat e fundit për dal nga ato rryma. Pasi 2 ditët, sidomos e shtuna dhe e diela, domethënë e shtuna ka pas Adriatiku ka pas goxha rryma të forta të rikthimit drejtësisë. Po. Dhe ndërkohë sa e gabuar është ndihma e parë që jepet ose shpëtimi që duan që të bëjnë familjarët mes njëri tjetrit. Shiko, si çdo njeri, domethënë qendi humane, është instinktive, po. Procedura për ta nxjerrë një person nga deti. Nga mbytyja. Problemi që ndron është më mira që t'ja lesh mbrojtuesit plazhit i cili është i përgatitur për atë pjesë, sepse është i përgatitur dhe psikologjikisht për të ndërhyrë në situatat të tilla. Po, sepse mbaj mend të pak nga sezoni i vjetshëm që ka ndodhur rasti me një fëmijë dhe me prindin që shkoi për të shpëtuar djalin dhe nuk doli vetë. Po, ka ndodhur dhe raste të tilla kur kanë futur. Të më thonë minimalisht, prandaj dhe ne qymë fillim sezonit kërkojmë me çdo kusht punësoni vrojtuesin e plazhit ose merrni një person të trajnuar që ta keni në pjesën e stafeve. Shumica e bizneseve privat, mos them të 90% që i kanë gjithë dhe janë të kompletuar në këtë pjesë. E kanë thjesht si ndërgjegjësim personal pjesën e të pasurit të një vrojtuesi apo e kanë dhe detyrim nga bashkia? Problemi më i madh tash është se edhe njerëzit po ndërgjegjësohen dhe po zgjedhin plazhet ku ka vrojtues plazhi janë të mbi populluar. Duke qenë se vim familjarët dhe gjithë zgjedhin atë plazh ku ka një vrojtues plazhi dhe gjën këshillat. Po flas për bizneset private që e kanë thjesht një ndërgjegjësim të tyrin apo e kanë dhe udhëzim dhe detyrim nga bashkia që ta kenë vrojtuesin e plazhit. Është një detyrim nga është një detyrim që është në bazë të VKM-s dhe detyrohet nga Ministria dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe bashkia për të marrë vrojtuesin e plazhit. Pasi nuk del dokumentacioni ose kontrata e plazhit, nuk del pa e pasur një kontratë me vrojtuesin e plazhit. Kjo është e bukur, pra detyrohen bizneset private dhe ndërkohë bashkia nuk e vendos për plazhet publike. Po, sigurisht. Dhe pastaj pse orientohen dhe pse thuhet që plazhet publike s'ka njerëz, nuk shkojnë të bëjnë plazh, janë aty po nuk frekuentohen, dilet pastaj me shpat madhe që ne po i promovojmë plazhet publike, po ndërkohë njerëzit nuk i preferojnë se duan të shkojnë te privati, por fundja fare përballë jetës edhe asaj sigurisë që t'i jep edhe tek vija bregdetare, nuk të dhimbse të fari ajo kostoja që mund të jetë edhe më e lartë se sa duhet ndoshta. Për ta bërë këtë si. Po. Në situatën e kishim paralajmëruar që është ide që do kishe shtuna e diela do ishin goxha të rrezikshme dhe kishim ditë që shpërndashim tek faqja jonë zyrtare informacionet në grupet e WhatsApp. Ju paralajmëruat. Po, i kërkonim dhe vrojtuesve që t'jenin gjithkohon në terren, dhe të mos shkuteshin për asnjë moment që kishin njerëz në det, nëse do kishin njerëz në det. E qartë, Festi, faleminderit shumë që ishe sot me ne dhe bravo për gjithë misionin tuaj, se është një mision jete pa diskutim. Punë të mbarë. Festimi ishte kënaqësi, gjithë mirë. Përshëndesim. Faleminderit, mirëpafshim. Sa punë e vështirë, sa decizive, sa faje merr në fund, sa përgjegjësi gjithashtu, duket kaq shumë e thjeshtë, mos çfarë po bën ai vrojtuesi plazhit për ri atje. Njëherë ndodh ai rasti dhe është deciziv për jetën. Okej, kemi mbyllur këtu sot emisionin me shumë informacione, që kështu tani do t'ikim në reklama, më pas hapësira e kuzhinës dhe nesër do të shihemi sërish se s'kemi ku të shkojmë. Javë të mbarë gjithë.